Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Atentati i djeshëm në Rinas ku ekzekutua Gilmando Dani, një personazh i botës së krimit i njohur si krau i djathtë i Emiliano Shullazit dhe ku mbeti i plagosur Muçi Shaljani Sheqeri, një agent i AMP-s, vazhdon edhe sot të trondis opinionin publik. Mesditën e sotme janë bërë publike pamjet video të këtij atentati, pamje që të lëm pa fjalë për mënyrën e ekzekutimit dhe mungesën e sigurisë në zonën që presupozohet të jetë më e sigurta në vend, aeroportin, të vetmin aeroport ndërkombëtar që kemi. Në këto pamje do t'i ndjekim pas pak. AMP, pra Autoriteti i Mbikëqyrjes Policore, ka nisur një hetim të brendshëm për të gjetur përgjegjësit për emrimin e sheqerit në këtë strukturë. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, institucioni që heton pastërtinë e vetë policisë dhe kontakteve të tyre të papërshtatshme, nuk ka bërë asnjë deklaratë ku të marrë përgjegjësi apo të kërkojë një ndjesë për çfarë ka ndodhur. Sot ajo ka pezulluar dy punonjës duke i bërë ata përgjegjës se nuk kanë zbatuar procedurën për emrimin e sheqerit. Por a është kjo një çështje që prek vetëm AMP-n apo edhe policinë e shtetit? Sepse AMP referenca për persona të tillë i merr pikërisht nga policia e shtetit. Gjithsesi, ne do të ndalemi tek kjo ngjarje dhe më pas do të shkojmë tek radikalizimi i aksionit të opozitës. Pas disa mbledhjesh kryesie, grupi parlamentar dhe kryetari Shdege, Sali Berisha sot ka dalë dhe ka dhënë datën e parë të protestës, të hënën në 17 nëntor, një parlament përpara kryeministrisë. Po çfarë do të thotë kjo? Një parlament pra përpara kryeministrisë. Cila është strategjia e opozitës? Ku e ka problemin opozita? Me parlamentin apo me skandalet e qeverisë? A është kjo një çadër bis, njësoj si ajo e ngritur në vitin 2017, do të diskutojmë të gjitha këto. Unë kam kënaqësi t'ju prezantoj me panelin e të ftuarve. Në studio kam zotin Besar Xhaferi, deputet i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Romir Saraçi, gazetar, kryeredaktor në Syri TV. Mirëmbrëma zoti Saraçi. Shumë kënaqësi që je këtu. Flogert Muça, gazetar, analist. Mirëmbrëma Flogert. Mirë se erdhe. Lavdërim Lita, gazetar, analist, faktor.al. Mirëmbrëma Lita. Të falenderoj dhe ty që je këtu me mua. Pra, siç e thash në nisje të emisionit, sot kanë dalë pamjet video të atentatit mafioz të ndodhur ditën e djeshme në aeroportin e Rinasit ku ekzekutua Gilmando Dani dhe ka mbetur i plagosur rënd agenti i AMP-s, i cili ndodhet në gjendje kritike për jetën pasi ka marrë 2 plumba në kokë. Ditën e djeshme unë mundua me ekipin e Euronews Albania dhe me gazetaren dhe kolegen time Sara Hoxha të bënim një rindërtim të skenës së kësaj ngjarje. Sot, siç e thash, pamjet i kemi dhe unë do t'i shfaq tani në këto momente dhe do t'i kërkoj regjisë që të më ndjeki pak në shpjegimin tim duke e ndaluar video në momentet ku unë kam nevojë. Okej, video kishte nisur, po nëse regjia ma kthen edhe një herë nga fillimi videon, sepse nuk shpjegova një detaj të rëndësishëm se si nis kjo video. Okej, makina që shikoni me rreth të kuq është makina Toyota, aty ku ndodhen atentatorët. Sipas videos, makina ka qëndruar për disa minuta, qartazi në shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, e pa shqetësuar nga asnjë polic, po ti kishte ndodhur njërit nga ne apo një qytetari të thjesht hallexhi, pa diskutim policia do t'i kishte shkuar aty, po kjo nuk i ka shqetësuar ata. Ata po presin makinën ku ndodhet Gilmando Dani bashkë me mikun e tij, agentin e AMP-s, që të dalin nga Rinasi pasi kanë zbritur nga një udhtim në Barcelonë. Duket që ata po e presin, ndërkohë regjia jepi play pak videos që të shpjegoj se çfarë ndodh më pas. Makina po në shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, kalon në anën tjetër të rrugës për ta pritur makinën ku udhton Gilmando Dani dhe pozicionohen pra në këtë krah. Makina ku ndodhet Gilmando Dani bashkë me agentin e AMP-s është ky Benzi i bardh këtu, i cili ka qëndruar i parkuar që në datën ndjes, vjen tani. Okej, ndjes vjen tani makina, mendova se ishte ajo. Është kjo makina këtu pra me rrethin jeshil. Kjo është makina. Ma ndalo pak regjia. Makina Benz me targa greke ku ndodhet Gilmando Dani bashkë me mikun e tij, agentin e AMP-s, të dy kanë mbritur nga Barcelona. Makina ka qenë e parkuar në aeroport që në datën 7 nëntor, ditë kur ata kanë udhëtuar drejt Barcelonës, me sa duket atentatorët kanë pasur informacion të sakt se kur do të dilte makina dhe vetëm 2 sekonda përpara se makina të kalonte, ata janë pozicionuar pra në krahun tjetër. Jepi pak play regjia videos. Në këtë moment janë 3 atentatorë që dalin, ndaloj pak makinën, video në regjia, janë 3 atentatorë, të 3 me kallash në dorë që shtin drejt makinës ku ndodhet Gilmando Dani, qartazi makina ku ndodhet Dani bashkë me agentin e AMP-s ka humbur kontrollin e mjetit, me siguri
edhe kolegët mund të më ndihmojnë më pas kur ta komentojmë videon, bencat e fundit zakonisht kanë një vetë frenim, pra frenojnë kur janë në momente rreziku. Makina duket që e ka humbur kontrollin, pra shoferi i makinës e ka humbur kontrollin, sa që futet edhe kundra vajtje, jepi pak play videos regjia, dhe ndalon në këtë këndin këtu. Ky është momenti kur makina frenon. Tani njëri nga atentatori i parë, po e quaj unë, shkon dhe duket fillimisht që ka një hezitim për të parë se çfarë po ndodh. Si? Besar? Jo, një sekond, para se të themi që është bllokuar arma. Shkon për të verifikuar nëse është ekzekutuar Gilmando Dani, aty shikon që arma ose i është bllokuar Besart, ose ndaloj pak videon regjia, të lutem. Ose i është bllokuar arma, ose ka mbaruar fishekët, sepse Kalashnikov është një armë shumë e fuqishme, aty në vendngjarje janë gjetur 50 gëzhoja, por mendohet që t'jenë gjuajtur edhe më shumë plumba se sa kaq. I vjen në ndihmë një atentator tjetër, pra atentatori i dytë, dhe i jep një kallash tjetër, jepi pak play regjia, i jep kallashin tjetër, me sa duket edhe kallashi tjetër rezulton i bllokuar dhe ai e hedh në tokë, e lëshon në tokë, i afrohet makinës ku ndodhet Gilmando Dani, hap derën e makinës për të qelluar me pistolet. Më pas vjen dhe atentatori i tretë, ndjes regjia, ndaloj pak aty ose do ta shfaqim edhe një herë videon, sepse atentatori i parë duket që rrëshket në bar ose aty ku ndodhet busti i Nën Terezës. Pra rrëshket, jepi pak play regjia. Atentatori i dytë qëllon sërish me Kalashnikov, pastaj hypin në makinë për të shkuar në drejtim të zonës së Niklës apo Fushkrujës, itinerar ku do të çonin pastaj makinën për ta djegur. E kthejmë dhe një herë videon se ka dhe dy detaje të tjera që unë dua t'i tregoj. Pra momenti kur makina është e parkuar, jepi pak play, kalon në anën tjetër të rrugës për të pritur makinën ku ndodhet Gilmando Dani. Sepse këtu janë qytetarët, këtë doja të fokusoja, këtë moment këtu. Këtu ka 3 qytetarë që po ecin, jepi play regjia, nuk ka problem. 3 qytetarë që po ecin, makina e Gilmando Danit që vjen, tani, pasi kalon edhe taksia e verdh këtu. Duket që qytetarët që armët Kalashnikov kanë bërë zhurmë, nuk kanë qenë me silenciator, sigurisht. Qytetarët janë të trembur, ulin kokat dhe duken edhe xhamat e thyer nga hoteli ose biznesi këtu pranë. Nuk e di se sa mund t'i shquajmë edhe copat e xhamit, por kush e shef nga afër videon e ka shumë të qartë. Pra, një sken e gjitha kjo që të lë pa fjalë. Pra, 3 atentatorë të veshur me maska, me antiplumb, me kallash me vete, 3 kallash dhe një pistolet që qëndrojnë të pashqetësuar, presin makinën ku është Gilmando Dani, dalin, del një atentator, i bllokohet arma, i vjen tjetri me një armë tjetër, me një kallash tjetër, e hedh në tokë armën, më pas rrëshket, vjen dhe një tjetër, e gjuan me pistolet, e gjitha kjo në mes të ditës, në orën 2 të drekës, aty nuk ka as një makinë policie, as një oficer. Ka dhe një video të dytë, po videon e dytë do ta shfaq pak më vonë. Ja dhe momenti se si rrëshket atentatori i parë tek bari ku ndodhet busti i Nën Terezës. Romir, videon e dytë do ta transmetoj pak më vonë se ka një detaj tjetër. Anarki. Këtu? Anarki. Nuk ka fjalë tjetër, nuk ka si e përmbledh tjetër, situatën që shohim aty. Jemi në një vend, jemi në anarki, ku vepron krimi, ku vepron me i forti, ku vepron arma, që nuk kërcënon dhe i merr jetën vetëm objektivit të shënjesër, i cili... Dhe i gjitha kjo ndodh në më pak se 1 minutë. Megjithatë duken të pashqetësuar, pra dalin nga makina njëri pas tjetrit. Aty duket i gjithë organizimi perfekt. Në radhë parë duhet saktësuar që nga të gjitha lëvizjet e atentatorëve, ata kanë pas një person tjetër i cili ka informuar në kohë reale për të gjithë lëvizjen e 2 personave të shënjesës, Gilmando Danit edhe ish punonjësit dhe punonjësit të agjencisë mbikëqyrjes policore, që nga momenti që ata kanë çekuar pasaportën, kanë marrë makinën e tyre dhe kanë dalë. Dhe po t'i shohim nga koordinimi i lëvizjeve, kanë pasur informacion në kohë reale për gjithçka që ka ndodhur. Është shqetësuese letësia me cilën organizatat kriminale, 3 vrasës, godasin në një që presupozohet që tjetë zona më e mbrojtur në Republikën e Shqipërisë.
Për ironi, makina e atentatorëve është ndaluar dhe është parkuar fiks në hyrjen e zonës së sigurisë së aeroportit. Së sigurisë së zonës VIP. Është terminali VIP. Ka dhe stacion policie. Dhe pak sekonda mbasi autorët largohen, aty kalon dhe një eskort. Atë dua të tregoj, atë video po e lash ta tregoj pak më vonë. Po, një eskort. Nuk ka problem, nuk po u adjek, domethënë që ta shohim ta sqarojmë për opinionin publik. Pra, është letësia me të cilën veprojnë e para, është që ka pasur me patjetër implikim shtetëror, kur them implikim shtetëror, kur them shtetëror, elementet që të bëjnë ty të mendosh që ka implikim shtetëror. Kur e them implikim shtetëror, shpesh mund ta akuzojmë, shikoj se po abuzojmë se shteti është gjë e madhe dhe është për të infiltruar në atë ngjarje kriminale. Implikim shtetëror është kur një punonjës policie është me një kontingjent kriminal. Implikim shtetëror është kur një efektiv policie tjetër, apo disa efektiv policie tjetër, apo siç kemi parë, drejtues policie janë të implikuar me organizatat kriminale. Sot kemi parë që në çdo përgjim që na ka dalë nga SPAK-u, sot kemi parë që në çdo arrestim, çdo organizat kriminale ka pasur të paktën 1 deri në 10 efektiv dhe drejtues policie pjesë të organizatave të tyre kriminale. Dhe nuk ka më element të tjerë që të vërin në diskutim pjesën çfarë duhet më shumë për të thënë që ky ka implikim shtetëror. Pra sot, shteti, strukturat ligjzbatuese janë vënë në shërbim të organizatave kriminale. Si ka mundësi që e bëjnë kaq serbes të gjithë këtë atentat, këtë punë? Pjesa e atentatit, pjesa e vrasjes, është siguria që ata kanë. Po ti shikosh, atentatorët janë që të tre, nuk janë vrasës ordiner, killera ordiner. Ata duken që nga lëvizjet që kryen, që janë komando, ose në mos komando, janë të stërvitur, që do të thotë kanë një background o ushtarak o policor. Pra janë persona që kanë shërbyer dikur. Dhe sot, garancinë më të madhe e marrin nga krimi se sa e marrin nga shteti. Dhe normalisht dhe pjesa e benefiteve financiare që marrin nga organizatat kriminale. Dhe mbështetja e tyre është me pa diskutim politike. Agenti i AMF-s ka shërbyer, e di mathe i vogël sot në Tiranë, që ka shërbyer në fushat elektorale, nuk prisnim të ato se vetëm zoti Berisha, lideri i opozitës, por e kanë ditur. Shumë njerëz e din i mathe i vogël që me pjesën organizative të fushatës elektorale të paktën të ministrave në Tiranë janë marrë organizata kriminale. Çfarë mund të themi ne kur ish kryetarja e kuvendit apo ministri i infrastrukturës para zgjedhjeve shoqërohej dhe i bëj fushata dhe mbështetje në Vorë dhe në Tiranë nga organizata kriminale. Pra sot grupet kriminale e marrin fuqinë nga shërbimi që ata i kanë bërë politikës. Dhe si resto, ata marrin më pas përfshirjen e personave të tyre, e njerëzve të tyre në strukturat policore, të cilët më pas i shërbejnë në kohën e dur. Por unë do të fokusohesha më tepër se sa tek vrasja, e cila e ka dhënë zgjidhjen sot kryeministri i vendit, hangshin kokat e tyre. Ja ka dhënë dikur thuati dhe kjo po ndodh tani. Dikur edhe sot është e njëjta gjë. Mua më shqetëson anarkia në këtë vend, mua më shqetëson ata qytetarët që po kalonin aty. Po të shikojmë nga ana tjetër janë edhe një çift pleqësh me çanta që duken janë edhe 2-3 makina të tjera që qarkullojnë dhe që duken të shkretër që po shkonin në aeroport dhe shkëmbehen me vrasit. Kjo situatë që shohim aty është në të gjithë Tiranën, të gjithë e dim dalim në rrugë dhe dëgjojmë borit, frustrimin e shoqërisë. Dëgjojmë, shohim në Manës u vran për ekspresin e kafes. Nuk është më kulturë sot shoqërore që nëse të vjen një armatosur në pronën tënde private ti të njoftosh policinë, sepse ke frikë se policia është e përfshirë me ata. Ty të vritet sot gjyqtari, që duhet mbeten te anarkia, ty të vritet gjyqtari në sallën e gjyqit, u vra në aeroportin e Rinasit, ty të del ministria në komision dhe thot, shiko se vrasit në shtëpi, thot, nuk mund t'i parandalojmë ne. Dhe kjo nuk ka më gjë skandaloze dhe më turpshme që mund ta thonë një ministre e brendshme. Mirë, ato mbase edhe nuk mos parandalojnë dot. Jo, lutem me larg, nuk duhet bëjmë në këtë gabim dhe ta normalizojmë pastaj. Më fal, nëse ndodh një krim në shtëpi, vritet një grua, kjo grua sot është për kjo zonjë, kjo grua, kjo nën, kjo vajzë që ndron në atë shtëpi në një dhunë sistematike dhe pa një zgjidhje alternative që t'i shmanget dhunës dhe përfundon në fund tek vrasja. Sepse po prapë shteti në mes. Është sistemimi social. Po si mundet ngjarje banale tjetër histori.
Në mes të ditës? Në mes të vendin që është kriminalizuar. Çdo gjë sot zgjidhet me vetë gjyqësinë në Shqipëri. Nuk ka më besim, është mungesë besimit e institucionit. Ky nuk është rast vetgjyqësie, ky është rast bandash kriminale që patjetër grupet kriminale sot kanë lehtësinë që t'i lajnë hesapet me njëri tjetrin. Në mes të ditës. Në mes të ditës. Ajo ngjarje aty ka ose prishje pazare, që nuk është nga ato ngjarjet e prishjeve pazare, po duket që është hakmarrje me mllef. Që është për t'i dhënë një mesazh. Po patjetër, është pasuese sepse kjo është një ngjarje goxha e rëndë, është pasuese e një ngjarje të mëparshme kriminale. Ajo duket që është hakmarrje dhe mesazhi drejt për drejt. Gilmando Danit është bërë një atentat tjetër në 2014, një ngjarje që është e pasbardhur sot e kësaj dite, se ndoshta po t'ishte zbardhur ajo ngjarje mbase po mbase mund edhe mos të kenë lidhje me njëra tjetrën, ngjarja e mbikalimit Kasharit edhe me këtë, sepse pistat hetimore tani për personazhe të botës së krimit, nuk është se bën një herë krim dhe pastaj po merren me kulturën apo shëndetësinë. Normalisht vazhdojnë aktivitetin e tyre dhe mund të jenë pista nga më ndryshme në atë ngjarje. Se dua nga të gjithë një koment për këtë pamje. Po është lajm i tmerrshëm, ne kalojmë gjithë aty me fëmijë, me familjar dhe fatmirësisht mund të ngjaj cinike, por fatmirësisht nuk ka viktima të tjera. Qitësit janë profesionistë. Jo, dhe është profesionist nuk duken. Profesionist me Kalashnikov nuk ka. Por është bllokuar arma. Jo, ke shumë gabim. Armën e kanë shkrepur të plot ata. Shosh hotelin. Pra është falë Zotit që s'ka viktima. Falë Zotit atëherë. Por gjithsesi, edhe kur ti bëjnë të jenë profesionist paktën që të mos marrin jetë pafajshme dhe shkojnë te objektivi. Ai është një terrorist, ëh. Për te kësaj ajo që për mua është lajmi këtu, dhe që kërkon një veting të thellë, është shoferi. Agenti AMP-s. Nëse do ndalemi aty. Kjo na jep të gjithëve të drejtën të kriminalizojmë këtë dua. Se në momentin që policëve pikërisht, ai që duhet hetoj policën është shoferi kriminalëve, këtu është vësh duart në kokë. Mos jetë ti shofer, mund të jetë bodyguard, mund të jetë antar bande që i kanë siguruar një vend në polici. Më keq akoma, nëse është ashtu është dhe më zi. Mund të jetë. Kështu që është një moment që ne mund të themi dhe unë e them që është dhe lajmi i keq për Shqipërinë, sepse janë mbi 10 milion pasagjerë që vinë në vetmin aeroport që kemi, dhe nëse kemi parë vetëm lajme të mira, ku diun, për turizmin, për këtë, për atë, kur shohim të lajm, ne jemi, dhe është fakt, ne jemi të vendet e sigurta në fakt. Duke marrë gjitha raportet ndërkombëtare. Po sigurta, a mund të quhet një vend i sigurt? Prit pra, se nuk matet kështu. Shqipëria me këtë që ndodhi? Nuk matet kështu, se mund na rrafi ajo Anglia 5-0, po prap ne jemi në rënditje atje në FIFA atje ku jemi, pra nuk është një ndeshje. Por ky është një lajm i keq dhe për ato statistika, edhe për sigurinë. Pra ne në raportet për sigurinë publike futemi te vendet që kemi një nivel të mirë të sigurisë publike. Ky lajm, kjo ngjarje e komplikon këtë, ose se çfarë është në finale, çfarë është siguria publike Erla, është perceptim. Pra perceptohet nga njerëzit që jetojmë në një vend ku mund të lëvizim të pashqetësuar. Në momentin që sheh këtë ngjarje, se kjo është si thuaç në mes Tiranës, se aty është jo vetëm mes Tiranës, Robert, në mes të vendit që presupozohet duhet ishte më i sigurt. Siguria kombëtare, më thash, po ta thash në mes Tiranës në kuptimin e që është me shumë njerëz. Se quhet infrastrukturë kritike ajo, se po pra siguria kombëtare, patjetër. Terroriste, këto infrastruktura gjymojnë, portet, aeroportet, digat, hidrocentrale. Këtu pastaj komplikohet e gjithë situata, po për mua këmbana e alarmit është vetëm tek policia e shtetit. Te policia e shtetit? Po patjetër, domethënë ai institucioni mbikëqyrjes se pa dashur të... Jo, e thash dhe unë pak në hyrjen time, që autoriteti mbikëqyrjes policore, referencat për... Jo për ta relativizuar se këtu jemi gjithë familjarë dhe prindër. Jo për ta relativizuar ngjarje të rënda që ndodhin masakra të tilla, ndodhin dhe në vende europiane, dhe në SBA, bëhen dhe filma.
Jo, pra, nuk doja të thoja atë, ta thash, nuk... Se kuptojmë të që këto vrasin ndodhin kudo, po në vende strategjike... Jemi në vetën linë, pra, të po them. Më thua një ngjarje që ka ndodhur e tillë, në një vend të Europës, meqense gazetar jemi. Nuk ndodhin, e di si ndodhin. Ndodhin që i presin nëpër cepa malesh. Nuk i presin në mes të kryeqytetit, as në mes të aeroportit. Jo, masakra të tilla, jo, nuk Se ndodhin. ma kpute fjalimin Ta kputa sepse nuk ndodhin në mes të qytetit. Po ndodhin dhe në shkollën SBA, Nuk ndodhin, ajo është tjetër gjë, mos i ngatrojmë. Aty është pastaj ajo pjesa e ministres. Më dëgjoj mos se po them gjë në gjë si ti më mik. Po jo mos e kam hallë se si po mendosh. Masakra njerëzore Po. me çmendurira që hynë me armë nëpër shkollë, nëpër rrugë, më the thash, ndodhin dhe në Norvegji. Nuk është. Edhe SBA, ky nuk është rasti, pra, ky nuk është rasti pra. Ai është terrorist. Se këtu komplikohet. E di me këtë krahasosh ta jap me Palermo, ne ca viteve më Pra parë. po, këtu qëndron krahasimi, nuk qëndron. Nuk qëndron një gjë këtu. Se në qoftë se bandat do përplaseshin me njëra tjetrën, do kishte një lloj logjike, ndodhi dhe në te mbikalimi i fushkrujës para ca kohësh, para ca vitesh. Edhe ajo ishte e rëndë shumë. Vra kamarira më Don Bosco. Edhe Don Bosco, po, bravo. Ajo që e komplikon këtë rast. Ajo që e komplikon këtë rast. Ç'a duhet prezant në shkollën? Ajo që komplikon këtë rast është ai shoferi, ai AMP-s. Mua vetëm kjo më shqetëson. Okej, ja se do ndalen atje. Në qoftë se ata do përplasen me njëri tjetrin. Meqense ka dy të pezulluar sot. Në qoftë se përplasen me njëri tjetrin, është një gjë tmerrsi shumë e rëndë, por e mirë kuptueshme në kuptimin që përplasen, ndodh. Por në momentin që unë garancinë që duhet më mbroj nga bandat dhe nga sigurinë publike e kam pale, e kam në mjet, aty mua si qytetar Kjo është më shqetësuesja për të. shqetëson patjetër. Shkoj pak tek zoti Xhaferi sepse ne ngritëm shqetësimin për qytetarët, ja tek janë këtu që kalojnë edhe ulin kokat sepse dëgjojnë të shtënat breshërinë e Kalashnikovëve drejt makinës ku ndodhet Gilman Dodani edhe më pas xhamat e hotelit apo të biznesit që bien në kokat makinat që po ecin dhe po qarkullojnë edhe që ikin me shpejtësi më pas. Ti besart më ke sjell edhe një foto në fakt? Po është e Passatit që ishte aty në cep i parkuar, po të shkojmë më pas në video. Jo, nuk po shkojmë më pas në video, po mund të më nxjerrë regjia foton e Passatit. E kujt është kjo? Është antarit kryesisë Forumit Rinor, i cili ka qenë i parkuar për të pritur. Ishte brenda në automjet apo? Brenda në automjet ka qenë dhe po të shkoj për vetë xhamit, janë edhe plumbat te makinat, po është edhe një afër shoferit, ka shtuar për centimetra. I parkuar... Pra, antari kryesisë, më the, të Forumit Rinor. Dhe ka qenë brenda në makinë. Brenda në makinë duke pritur me marrë maman e tij që vinte pikërisht në të njëjtin avion me viktimën. Në të njëjtin avion me viktimën, pra nga Barcelona. Si shpresim të tërë familjarët tanë të vinë dhe të shnosh, të i marim shnosh, të i qojmë shpi, për pak është kthyer në tragjedi. Ke folur me... Kam folur dhe patjetër shumë i tronditur, është diçka që askush nuk i urohet, shqyqyr Zotit shpëtoi, por normalisht çfarë ti thuash një triu pas kësaj ngjarje, qëndron në Shqipëri më, rrin në Shqipëri, jeto këtu, ndërtoi jetën, është shumë e vështirë. Pra ka shpëtuar për fije. Për fije. Për fije, me fjalë për punë centimetrash, ka qenë i parkuar, pra nuk ka qenë as në lëvizje, ka qenë i parkuar. Duket, po në fillim të videos duket ka lëvizur. Duket në fillim të videos, okej. Dhe ka lëvizur pas qelli 4 plumba, ka lëvizur. 4 plumba. Duket që xhami i pasëm është i thyer, atje dhe 2 plumbat. Imagjino të kishte pasagjer mbrapa, pasagjer mbrapa do ishte bërë një tragjedi. Po kjo është pra se i thash te Flok Gerdit që është fal Zotit që kanë shpëtuar. Fal Zotit. Nuk është fare profesionalizmi i ekzekutorëve. Ata kanë çuar 50-60 plumba në hotel edhe në makina. Nuk e di, Zoti lart. Ktu i ka shpëtuar Zoti. Njerëzit edhe 100% ka shpëtuar. Se duket e rezultati, jo. Lita. Nuk e çat kuash. Me thënë drejtën nuk kam dashur të flas për këtë edhe për këtë ngjarje, e di. Për këtë ngjarje se më kanë ftuar. Dhe ata që kanë ekzekutuar ata po qeshin me ne, për shumë arsye. Pse po qeshin me ne? Po nëse e kthen videon, të them 2-3 detaje, meqense... Po patjetër, kthej pak regjia videon nxjerrë edhe një herë. Krimi profesional. Aha. Kush është momenti që të bën përshtypje ty nga video? Domethënë shoferi është jo profesional fare. Shoferi pra agenti AMP-s i Toyotës. I Toyotës. Pse jo profesional? Sepse pret rrugën në mënyrë të gabuar, ka shumë... Po s'ka polic atje, kush ta ndaloi? I vetmi profesionist aty është Qici. I vetmi profesionist. Jo, polic ka aty. Jo, Qici. Ka patur policë po? I vetmi profesionist është Qici. Po. Nëse shikon tytën e armës poshtë, dhe ai ka mësuar të gjitha ata, që ta marrin tytën e armës poshtë, është një që dita përdori armën. O është në
policia në ushtri s'ka Por kanë rëndësi. qelluar Pra një të njeri i tre. stërvitur po thua. Jo, por kanë qelluar të tre në fillim. Po pra, të ata tre. të dy bëjnë gabim që qellojnë. Shikoj... Ja tani vjen pjesa, Lita, që momenti kur makina, i pret rrugën madje dhe makinave që po largohen, pra hyn gabim duke shkelur rregullat e qarkullimit rrugor, po kjo është detaj më i parëndësishëm base në këtë histori, por prap tregojnë që ata kanë qenë të pashqetësuar duke qëndruar qoftë në anën tjetër të rrugës. Aty qëndrojnë gjithmonë shoferët, pra edhe taksi qëndrojnë. Jo kjo makina e parë e bardhë, jo kjo makina, po dakord, kjo është makina ku ndodhe Gilmando Dani, dhe qëllojnë duke mbajtur tytën poshtë. Ai që kanë diplomin ditë qëlloj. Po. Ata dy tjerët i afrohen shumë afër dhe rrezikojnë të qëllojnë njëri tjetrit. Okej. Shiko si ecën, Po. dhe një që ka parë si ecin ata. Pra se si i afrohen makinës. Si ecën ai zotëria. Po. Duket që ka një hezitim. Jo, si ecën. Si ecën, hajde Çolita, s'ka problem. Çolita nuk prish punë. Ja, i duket i sigurt, pra, po thjesht u bllokua. Ai ka qelluar me mirë herë. Po. Mënyrë se si ecën. Mënyrë si lën armën, si përdor armën. Po. Kupton? Shikoj këpucët. Po. Janë këpucë taktike. Këpucë taktike, po duket se ecin lëvizin pak avash. Ai tjetri është me atlete. Ai nuk di të qellojë dhe është çunirie, dhe ai kanë marrë sa për të majtur armët. Shoferi është i rekrutuar për t'i dhënë makinës. Vetmi që di të qellojë është qitësi. Atentatori i parë, qitësi i Që parë. është siguruar dhe ka vdekur viktima. Dhe shikoj se man armën, ai van gjithmonë armën poshtë. Po. Ai është refleks që ty të nga e kaluara. Okej. Dohon ti ke një eksperiencë disa vjeçare. Dohon ata që do ta jetojnë e kuptojnë shumë mirë se çfarë po them. Po. Sepse edhe plumat janë nga lart poshtë, edhe ai majnë armën kështu. Ai është një person që di të qellojë, ai njëri nga ata, të gjithë të tjerë bëjnë shumë gabime profesionale, po them, taktike në veprim, po s'ka rëndësi, ajo është një ngjarje shumë e rëndë. Aeroporti, si porti, si aeroportet janë shumë problematike, sepse ka shumë kriminalitet afër, sidomos që aeroportit rinësit janë kapur fusha me kanabis, armë, është e pandriquar, ka shumë problematika, shumë grupe, ajo zona aty është një tmerr i vërtet. Madje është thënë, të paktën me aq sa kam lexuar nga informacionet e gazetarëve, që rruga që ka përshkruar makina atentatorëve për të shkuar drejt fushkrujës për të djegur më pas nuk ka patur energji elektrike. Dhe mendohet që ka një ndërhyrje. Siguria në aeroport është shumë e lartë. Siguria brenda në aeroport. Siguria, ka pasur incident para 4 ditësh në brenda aty, sepse një nga familjarët si që janë ta familjarë që presin me fishek zjarre njerëzit, e kanë arrestuar direkt se ka lëshuar fishek zjarrin për të në rast feste. Atë për që po festonte e kanë arrestuar, këta të tjerët si pa njëri fare. 1 kilometra larg aeroportit, nuk është se ka në një perimetër të lartë sigurie. Por këto janë ngjarje të planifikuara herët, domthonë kanë ditur shumë mirë, besoj grupi hetimor do marri kamerat e 72 orëve përpara, sepse ata kanë bërë xhiro të rikognicioni për të parë territorin, kanë lënë gjurmë. Pra kanë bërë disa xhiro dhe kanë lënë gjurmë. Mund të ketë dhe informator të brendshëm. Kanë kaluar me ditë ata aty. Mund të ketë dhe informator të brendshëm brenda në aeroport që i tregojnë lëvizjen. Se ti futesh në fly radar dhe shikon avionin se kur mbrin. Nuk ka si problem ajo, po ata duhet të kenë bërë rikognicion. Dhe sigurisht ai që ka qelluar ka bërë rikognicion sepse ka dashur di fushpamjen. Është një ngjarje që s'duhet komentuar shumë sepse ata siç thash po qeshin me ne, sepse po xhirojmë shumë bosh. Po xhirojmë bosh? Po xhirojmë shumë bosh me. Mirë, po diçka të rëndë zoti Lida ka. Jo, mund ta komentojmë politikisht kështu si çështje sigurie, çështje kështu po. Është garda që ruan figurat shtetërore që kalojnë atë terminal. Po, ka agent pak më tutje është policia kufitare. Aty ka agent stacion policor. Dhe kjo ngjarje ka zgjatur aq shumë. Besard, aty ka agent hyrja me protokoll. Aty ka agent ushtarak, agent. Ka dhe agent antiterrorit që ruajnë në aeroportin e Rinas. Me protokoll. Ndjes, ka dhe agent antiterrorit që ruajnë në aeroportin e Rinas. Po kjo sulm terrorist ishte. Me protokoll tek hyrja rreziku jeta e shumë njerëzve. Qytetarëve. Kjo quhet sulmi terrorist. Te hyrja e VIP-it, vazhdimisht qëndron një fugon policie, një patrull policie, dhe është standarde, është në çdo kohë. Kurse në rastin konkret nuk është. Pra mund kjo të bën ty të dyshosh? Jo, nuk më bën të dyshoj që shiko se policia ka qenë implikuar që të pastronte të gjithë zonën nga efektivet e policisë. Por më bën të dyshoj që ata ka pasur informacione dhe për lëvizjen e ndërrimit të turneve të efektiveve të policisë.
sepse është edhe përkon edhe ora e ndërrimit të turneve të punonjësve të policisë. Sepse është e habitshme që aty nuk ka asnjë punonjës të policisë rrugore që përgjithsisht ka, dhe patrulla e policisë, fugoni i policisë që qëndron gjithkohës i stacionuar në hyrjen e terminalit VIP. Kurse përsa i përket pastaj pjesës të fly radar që përmendi zoti Lida, doja të saktësoja tek pjesa për aq sa njohim kronikën, që mos bëhemi si ekspert tani të pjesës të kriminalistikës. Ma aq sa shohim. Po të shohim të gjithë lëvizjet, është, domethënë, janë shumë pakta dyshime që nuk ka pasur një person tjetër të angazhuar. Dhe për më tepër që policia sot ka njoftuar në ato gazetarë, qarqet gazetareske, jo njoftim zyrtar, ato që janë mësuar nga grupi jetimor, që është identifikuar një person i dyshuar, i cili ka pasur rolin e informatorit në ambientet e aeroportit të Rinas, sepse të bën të dyshos dhe fakti se autorët edhe më parë kanë studiuar mirë zonën, nuk mundet ta kryenin atentatin më në afërsi të aeroportit të Rinasit, për shkak edhe të pranisë së shtuar të njerëzve, se duke qenë që sulmi do të bëhej me automatik, që rreziku ishte më i madh, plus edhe prezenca më e shtuar e punonjësve të policisë në ambientet e brendshme. Pra, ata janë kujdesur që të kenë një informator, i cili duhet të tregonte lëvizjet që ata i bëjnë lëvizjet në precizion total. Pra, janë shumë të saktë. Edhe lëvizja e makinës që shikoni si gabim, ata kanë bërë prerje rruge. E vetmja gjë që ata nuk kanë parashikuar, po të shikojmë në fillim të videos, janë para benzit të bardhë, janë dy makina, një mjet tip Benz, mos gaboj, duhet gjyrë zezë, gjyrë blu, dhe taksia që i pret rrugën që krijon bllokimin e benzit. Kështu që e gjithë atentati ka qenë i mirë organizuar dhe nuk janë vetëm ata 3 të angazhuar në atë krim. Dhe përsa i përket zonës, në gazetarët në zhargon, gazetarët e kronikës së zezë, e cilësojnë këtë zonë, pra Tiranë, Fushkruj, Durrës, e cilësojnë si trekënd Qibermundës. Që zhduken gjërat. Që zhduken gjërat. Pra, është një zonë aq shumë e rrezikshme, kur edhe shteti nuk ka arritur do të marrë në dorë sigurinë asaj zone. Dyshimi tjetër është që mjeti që është gjetur i djegur mund të mos jetë mjeti i përdorur në atentat. Tjetë një mjet tjetër? Po, tjetë një mjet tjetër, sepse ata kanë pasur edhe informacione. Shiko, janë ngritur edhe dronë. Janë gjetur edhe armët e zjarrit atje, të 3 kallashët dhe pistoletë. Po, nuk është problem me siguru armë tjera. Po, përgjithsisht kemi parë dhe në... Po, pse për çfarë arsye duhet digjet një mjet tjetër dhe jo? Po, për shkak të veprimit që mund të bënte policia e shtetit dhe bën shpërqendrimin që në atë zonë digjet ajo makina dhe ndërkohë grupi, domethënë atentatorët kanë ikur në drejtin tjetër. Kjo që themun është thjesht një pistë hetimore, nuk është se është e konfirmuar. Dhe të njëjtin skenar e kemi parë edhe në ngjarje të tjera në të shkuar, edhe në ngjarjen e Shkodrës, mos gaboj, ishte e njëjta situatë, diku do një makinë dhe atentatorët pastaj dhe të nesërmen u gjet një makinë tjetër. Okej, mbase, mund të ndodhi dhe kjo. Ta tregojmë pak dhe videon e dytë, sepse video e dytë, është pas ngjarjes. Duket pak e paqartë, po më njëherë pas ngjarjes, aty ku makina ku thonte Gilmando Dani ishte bërë shosh nga plumbat, kalon një delegacion. Ndoshta është zoti Gonzalo. I Bashkimit Evropian, po nuk e dim se kush është. E kuptoj ironinë tënde. Të zoti Gonzalo, megjithatë ka dhe 2 makina policie që e shoqërojnë, por asnjëra nuk ndalon për të parë se çfarë po ndodh. Se pamja është e qartë aty që... Ajo është gardë e Republikës që në rastin konkret... Nuk ndalojnë, se kanë siguria është siguria e zyrtarit të cilë shoqërojnë. Dhe në rastet të tilla, do më thënë, maksimumi që mund të bëjnë me protokoll është shmangja dhe nxirja nga rreziku e zyrtarit cilë shoqërojnë dhe më pas, në qoftë se i krijohen mundësinë për të siguruar pastaj më pas edhe zonën. Për të qëndruar, nuk është se kanë bërë një gabim. Po sikur të qëllonin në të njëjtën kohë, është çështja. Pra, atentatorët të qëllonin makinën ku thonte Gilmando Dani në të njëjtin moment ku kalon dhe delegacioni bëhet. Atëherë punonjësit e gardës me protokoll edhe me ligj duhet të reagonin me zjarr. Do të kthejnë zjarr. Okej, ndërkaq unë thash në nisje që AMP-ja ka nisur një hetim, sepse shumë e drejta ajo që thot Flogerti që shqetësuese është fakti që pjesë e kësaj, ose mik me... I mbaron të kontrata për
Po pra, nga Shumë pak kohë shtatori, me sa lexova, por s'është argument as ky. Okej, se s'është mënyra si argument. ky ishte infiltruar dhe Agenti ishte AMP-s, që ishte shoferi në makinën ku ndodhej punë Gilmando elektoral, Dani, po, ishte po, agent e di ku është e bukur Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. të gjitha elementët në kjo është praktika që të gjitha elementët futen infiltrohen në raste sipërme të policisë edhe të AMP-s. Po pra, se këtu duhet të ndalen. Edhe në këtë moment duhet të ndalen. Ta lexoj provizorisht për të kaluar më pas. Njoftimin e sotëm ta më pas një hetimi që kanë kryer, po e lexoj të plot. Në vijim të komunikimit në lidhje me ngjarjen e ndodhur ditën e djeshme në rreth rrotullimin pranë aeroportit Nën Tereza, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore pas kryerjes së veprimeve hetimore ka ndaluar punonjësit e policisë nën komisar BC me detyrë specialist në hetimin e krimeve dhe inspektor AZ me detyrë nën drejtor, jo, nën specialist le themi i policimit në komunitet, pranë komisariatit policisë numër 3, të dyshuar për kryerjen e veprave penale, falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve dhe shpërnderim i detyrës. Këta punonjës policie dyshohet se në bashkëpunim kanë përpiluar vërtetimin e besueshmërisë për shtetasin MSH, pa pasqyruar në të dhëna të cilat përbëjnë shkak për cënimin e kushteve të sigurisë. Ky detyrim i papërmbushur është i përcaktuar në dispozitat e ligjit për policinë e shtetit dhe ligjet që normojnë veprimtarinë e agjencive ligjzbatuese, gjë që ka sjell punësimin e këtij shtetasi pranë Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Gjithashtu, nga veprimet paraprake të kryera nga AMP, në lidhje me procesin e rekrutimit të shtetasit MSH, u konstatuan shkelje të procedurave ligjore në përfundim të verifikimeve me qëllim hetimin objektiv dhe gjithë përfshirës të çështjes, praktika dokumentare u dërgua në formën e kallëzimit penal në prokurorim pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Hetimet po vazhdojnë për sqarimin e plot të ngjarjes. Plogert, çështje punonjësish, specialisti i AMP-je është kjo histori? A ka këtu një përgjegjësi dhe policia e shtetit se dhe AMP-ja vetë si strukturë për këta individ që kanë qenë njerë në polici, kanë dalë nga policia, janë figurat papërshtatshme? Policia i referon, pra tek policia duhet mbështeten. Çështje dy specialistësh është kjo? Tani, kjo është çështje hallkash rekrutimi dhe standardesh rekrutimi. Pra, unë kam përshtypjen se si në çdo vend, edhe për të filluar punë këtu ku jemi, vjen, bën një intervistë pune, sjell një CV. Pyetja që kisha më saktë ndjes është, a është kapur në flagrancë AMP-ja me këtë histori? Po praktikisht po. Si të duket ty? Praktikisht po, sepse dëgjoj, ai që është në spital, që urojmë që t'ja dalë, mund ta ketë, se nuk i zgjedhim more, mund ta ketë mik që nga klasa e parë viktimën. Fjala vjen, supozojmë. Pra mund të kemi mik që nga dita 1 ku diun se çfarë, mund ta kemi mik, po është një gjë ajo. Është një gjë ajo. Po ky nuk është rasti. Pra këtu shohim që zotria e AMP-s është futur në punë para pak muajsh. Në shtator. Dhe i mbaron kontrata, pra nuk e kuptoj, duhet një sqarim i plot. Si që nga kjo historia, lavdrim ndoshta mos ke më shumë informacion për shkak të si fillon punë. Mos më shtet të flas për këtë gjëra tash. Jo, po ti ke informacion. Me që e një mirë fare rroga ti, nuk i duhet rroga fare, çfarë duhet? Duhet mbaj armën me leje. Ket një mënyrë si për të justifikuar armën me leje. Në AMP, që shko me kontratë, se edhe kur bën kontratë me media, kudo, është 6 muaj, është si stash fix. Po stash tani në AMP 45 vjeç. Edhe kjo pastaj është një milioner. Nuk e di, duhet bërë nga fillimi mënyra si funksionon AMP, nuk ka kuptim. AMP-s. Voroj t'ja kaloj, por nuk i duhet ajo rroga AMP-s. Jo, pra jo. Pra nuk është futur në AMP për rrogën. Pra, po këtu themi që dashur një vend pune për çfarë? Për të justifikuar armën me leje, pra që jo, vetëm armën, po edhe një beç, njerëzit kanë pasion një beç, po është prestigj me autoriteti. Po po marr informacion. Të bëj pyetje tani kot, hiqi këto në kuptimin një zyrtar të AMP-s e ndalon dot një polic? Se është sheprori, AMP-ja është sheprori i policë. Pra, AMP-ja është mbi policin. AMP-ja, është mburoj, popullore. Atëherë ky mund të ishte një bodyguard i Gilmando Danit. Jo thjesht një shofer. Që ta kuptosh. Ky është ëngjëlli mbrojtës nga policia. AMP-ja është kamxhiku i ministrit. Kamxhiku i ministrit. Pra ministri përdor kamxhik për policin.
kur drejtoria e përgjithshme e policisë dhe drejtoritë poshtë nuk i përgjigjen ministrit, AMP është kamxhiku që i fut prapë në radhë. Nuk ka si autoritet ministri i brendshëm kundrejt policisë së shtetit. I vetmi kamxhik që ka ministri i brendshëm është AMP-ja. Sidomos nën drejtori i AMP-s, që është dhe i deleguar për operacionale. Që do të thotë me gjithë detyrat që i hoqi Edi Rama ministrës që i tha t'i zomersh me policinë, kjo është e vetmja gjë që i ngelte policia. Do të thonë, AMP-ja është arma dhe kamxhiku i ministrit. Shumë i qartë. Kjo është ajo logjika. Kushdo që është përgjegjësi dhe më e lartë për ministrinë, pra. Besart? Se zoti Lida ishte i duhet qartë. parë, duhet parë, nëse ka gjë që duhet merret seriozisht, është ka ca institucione që, okej, për të filluar punë të agjencia e parqeve dhe rekreacionit, varet të ne që në procedurave. Nuk e ka marrë. Po në AMP duhet një certifikat Jo, sigurie. për te asaj, te AMP-ja, edhe të ca institucione, të shishi, te dreqi dhe të shiu. Duhet të shohin në lupë. Po që, aty është shmëndu, aty duhet skaner në 7 breza, më është kjo histori, domethënë. Mund ty është ti në AMP, të kesh besh që s'ndalon policia, për që është kjo? Domethënë ti mush makinën me armatim dhe me drog, edhe shko kalo dhe kufirin ti, se jam në shërbim, shefi. E kupton? Pra kjo është shmënduri, kjo është shmënduri dhe këtu duhet nga aja të zhëja, duhet zbërthyer dhe duhet bërë nga fillimi struktura institucionit. Si mund të hysh ti? Si me qenë të fillu punë të komunalja. Unë jam i bindur që në këtë ngjarje policia është në të dy kratë, pra viktima është dekonspiruar se është gjuajtur dhe është kapur, në krahun tjetër të ekzekutorët ka dyshime patjetër nga sjellja e tyre, përgatitja e tyre, informacioni që ata kanë dhe gjithë ekzekutimi që kanë bërë, që s'po them policia, po komandot nga të dy kratë. Kjo është një histori shumë e vjetër tani që kriminalët, bosët e jetës së errët të kësaj shoqërie kanë për asistencë, suport dhe mbrojtje dhe shoqërues kanë efektivët e policisë. Është histori e vjetër. Po, për AMP-n, po, ndjes Besart. Do thonë, AMP-ja është një institucion shumë serioz dhe ka pas drejtues serioz. Dhe ka sot. Eduard Merka, me thënë drejtën, është drejtues serios. Jo, nuk i fus tërfes. Ke dhe Ardi Veliun, po. Ke pas Florian Sulejmanin përpara se të ndodhte ngjarja, sot e ke në SPAK, e ke zyrtar të lartë në SPAK. Një certifikuar nga amerikanët dhe nuk ka toleruar asnjë rekrutim jashtë ligjit. Në momentin e boshllëkut që ka ndodhur dorëheqja e tij, deri tek emërimi i Merkajt, në 3 muaj ka ndodhur të gjitha rekrutimet e padëshiruara për AMP. Atëherë, është çështje specialistësh kjo apo shkon më lart? Për sa kohë shkon më lart, sepse ajo që shikoj duket për të zbardhur, duket se mungon dhe vullneti për ta zbardhur të paktën pjesën, sepse e shohim edhe debatin është fokusuar vetëm tek pjesa e viktimës edhe të plagosurit, sepse këto të dhënat kemi për ta sqaruar, sepse mund të kishim të dhënat e autorëve dhe mund të analizojmë përfshirjen përfshirjen e efektive të tjerë të policisë te grupi i vrasësve. Por shohim në rastin konkret për të zbardhur të gjithë historikun, se si ka hyrë Muço Sheqeri në radhët e AMP-s, nuk ka një vullnet, sepse po të kishte vullnet, personi që ka firmosur futjen e tij në AMP, sot duhet ishte pas hekurave. Kjo gjë nuk ka ndodhur. Është pezulluar. Janë pezulluar. Jo, kush janë pezulluar? Dy specialistë. I lexojmë prapë të dhënat, janë pezulluar specialistët e policisë, të cilët kanë dhënë dokumentacionet. Nuk është pezulluar. E verifikojmë. Operacionale e AMP-s. Operacionale e AMP-s është sektor tjetër, nuk ka lidhje me personin që Mirë, hetimi vazhdon thot AMP. Dhe masa e parë që duhet merr, po është si puna e kësaj që bëjmë nga një krim dhe i lëm pastaj në detyrë që me zhduk edhe provat. Pra, nëse do të kishte një veprim, duhet ishin marrë masat se çfarë duhet ndodhë, kriminalizimi i AMP-s. Me çfarë baze ligjore mund ta godasim?
Si mund ta godasim këta personat cilët kanë infiltruar policinë e shtetit, një person kontingjent kriminal. Kush është fusha e veprimit? Veprimi është që kape këtë personin, futet atje brenda derisa ta zbardhësh, ose në të kundër lëri do rregulluar letrat, ose do fusit sa të tjerë. Pra, duket që ndikimi për ta futur këtë personin fjalë që sheqerin, për të zbardhur futjen e sheqerit në AMP, duket se shkon më lart se edhe ai zëvendës drejtori që mbeti për ca kohë drejtori i AMP-s. Ka përshtypjen se shkon dhe më lartë, shkojnë dhe emrat që kanë dalë në skenë, shkojnë dhe ministrat, shkojnë dhe ministri i brendshëm, i cili bëri fushat ish ministri i brendshëm, Ervin Hoxha, i cili bëri fushat në Tiranë, dhe normalisht dhe personazhet, që të dy personazhet që janë në foto, e dim influencën që ka pasur qoftë në qarqet politike dhe lidhjet e tyre, qoftë edhe në zonat e tyre të cilat vepronin, dhe që u përkthyen në vota dhe në borxhe ka shikëtyre politikanëve. Prandaj sot strukturat e policisë së shtetit, apo të AMP-s, apo strukturat të tjera të organit hetimor, janë me duart e lidhura për të vepruar përballë këtyre njerëzve. E kupton se suporti është goxha i fortë nga pas. Pra çfarë është më e rëndë është edhe rojet private që punojnë për të ruajtur objektet nuk marrin kur kontrata fatgjate, por e kanë 6 mujore deri 1 vjeçare kontratë provizore se duhet kalojnë të gjithë sitën e tyre të CV-s. Pra, edhe ata po të kenë bërë një shkelje në jetën e tyre, nuk ju jepet licenca për të qenë roje private, jo më t'jesh mbikëqyrësi i policisë. Dhe kjo është këmban për të gjithë sistemin e kalbur të policimit. Pra se njeriu ka qenë një shprehje edhe në Amerikë, nëse si beson ko policisë ka do marrësh telefon. Dhe në Shqipëri po ndodh që telefon po marrin vetë gjyqësinë. Nuk marrin me policinë, nuk marrin me shtetin. Lita, mendon që kjo është një ngjarje që mund të zbardhet lehtë? Nëse të dhënat janë të vërteta që është ditën e djeshme u përpoqëm shumë të kuptonim që kush ishin armiqt e Gilmando Danit ose të Shullazit, le të themi, edhe u fol këtu jo me emra sigurisht, se ndoshta policia i di. Pak e vështirë. I di policia mendon? I di gjitha. Kush janë armiqt ose kush mund ta ketë bërë atentatin? I di gjitha policia, nuk është se nuk i di. A është ka vullnet për t'i... A ka vullnet për ta bërë, sepse u përfol këtu që bëhet fjalë për emra shumë të fuqishëm. Dhe aty ka pasur policë, por pse nuk shkuan aty? Sepse ka shumë fjalë që policia shitet e blihet. Dhe ka pasur dhe aty rreth për çak policë që mund të ndërhynin. Këtu, në aeroportin e Rinasit. Thjesht nuk ka ndërhyrë, po. Ka thënë që të t'i kape më vonë, në mendjen e tyre kanë do reagojnë më vonë, ka forca renea. Janë trembur apo kanë patur informacion dhe... Kanë parë punën e tyre. Kanë parë punën e tyre. Mos i hymë në detaje. Domethënë policia e shtetit ka përvojë, ka struktura, ka dhe mjetet për ta zbardhur. Në tërësi. Të ngjarje. Dhe nëse është e vërtetë që është kapur apo është ndaluar informatori që ka parë hyrje dalje dhe që kam lajmëruar, aty bëhet më e thjeshtë, sepse praktika e timit do që ai ku ka qëndruar, me kë ka telefonuar, kë ka takuar muajin e fundit informatori dhe aty domethënë shkohet në invers dhe gjendet gjithë grupi, po them. Kjo është një praktikë e timit që e bën policia, e bëjnë shumë institucione të tjera, nuk ka asgjë. Por nëse e kanë kapur, nëse është personi i vërtet informator, sepse mund të jetë edhe rastësi. Thjesht një rastësi, pra mund të jetë informator. Ne nuk e dim këtë, do ta verifikoj grupi hetimor. Dhe po ndalim këtu për këtë gjë. Okej. Një fjali vetëm. Domethënë, e para urojmë që të jetë rast sporadik infiltrimi i sheqerit në AMP dhe i profilit të sheqerit. Tani dhe ai sporadik flogert nuk është, sepse kemi parë disa ngjarje që kanë qenë kriminal të shoqëruar me punonjës të policisë së shtetit. Shefi operacionales na del tek metamorfoza. Shefi i komisariatit na del tek plumbiar. Drejtori i policisë na del tek... Po më zotri po e di. Në AMP pra po them. Dhe AMP e institucion tembull që... Jo, që drejtojë dhe Erdin Ardi Veliu. është rasti i parë. Punë mbaruar. Dhe duhet ketë një riskanim të frikshëm që të shërbesim si me dyta. Policia ndryshe nga rastet e tjera Erla e ka të shumëfish përgjegjësinë për ta zbardhur shpejt të ngjarjen. Për të rikthyer në një farë mënyrë edhe besueshmërinë dhe reputacionin dhe sigurinë dhe imazhin dhe gjitha. Jo. E para, dhe e dyta për treguar vullnetin që thot
fladrimi që duhet. Po a është ky vullnet, për sa kohë bëhet fjalë dhe flitet që janë mbrapa këtij atentati grupe shumë të fuqishme kriminale që janë bërë bashkë për të ekzekutuar Gilmando Dani. Dakor, shteti do e mbyll me këtë folklorin, e kap lepurin me qerre, me dasht. Me dasht. Dhe ne urojmë që të doj. Okej. Lita, një pyetje të fundit. A kanë dashur t'i japin dhe një mesazh me këtë mënyrë ekzekutimi? E kuptoj unë që ti. Sepse ti thua që Gilmando është më i fortë se sheqeri. Nuk është Gilmando më i fortë se Po sheqeri. nuk e dim këtë një para. Mund të ketë qenë E para herë Shënjestër dhe aty është sheqerive. hapur një hasmëri e re, që është edhe më e rëndë. është hapur një hasmëri e re? Po. Po pse? Sepse kanë qenë hasmërit midis grupeve dhe është hapur edhe një tjetër më shumë. Okej. Kjo është një ngjarje që mund të pasojë me Kjo është logjika që me ngjarje të tjera thotë kriminale. Muça që duhet ndaluar kjo gjëja. E kupton? Sepse mund të kemi në ngjarje të tjera kriminale, pra një sepse është hapur një kundërpërgjigje. hasmëri tjetër. Është hapur një hasmëri tjetër. Okej. Edhe këto gjërat pastaj bën më shumë grupe, poligrupe. Se këto vrasin prap, nuk është se shkojnë dhe denoncojnë polici që na vran shok. Nuk presin as drejtsinë. Po pra, 16 vjet. Pra mund të vinë zinxhir ngjarje të Si që tjera kemi kriminale parë. pas kësaj. Mirë, Lita, kanë dashur t'i japin një mesazh edhe Shullazit me këtë mënyrë pra ekzekutimi kështu, kaq hapur, kaq në këtë vend, Gjithë rivalve, jo vetëm Shullaz. të gjithë rivalëve. Ka është demonstrative, Po pra, se është shumë demonstrative, pra mund të ishte zgjedhur dhe një mënyrë tjetër më jashtë destinacion vëmendjes së ku do gjithëve. ndalonin. Natën, në errësirë, në një ku moment do ndalonin ata? tjetër, po. Mund t'i ndiqnin edhe disa orë. Pra është një mesazh, kanë dashur t'i japin një mesazh. Është mesazhi më i madh Okej. është ndaj gjithë sigurisë publike tani. Ndaj njëri tjetrit japin çfarë lloj mesazhi, po ne si qytetarë Kjo është sfida e sfida më e madhe vullnetit në që sigurisë po publike. flas. Kjo është sfida e policisë. Mirë, të shohim a do zbardhet apo do mbetet njësoj si shumë ngjarje të tjera, sepse ngjarjet e pasbardhura bëhen shkas për ngjarje të tjera më pas. Shumë. Frymëzohen bandat për të bërë ngjarje të tjera kriminale kur ngelen të pasbardhura. Mirë, shkojmë në një hapësirë publicitare, në pjesën e dytë rikthehemi tek përshkallëzimi i aksionit opozitar, sepse të hënën është paralajmëruar protesta parë. Por se për çfarë bëhet fjalë, e mësojmë në pjesën e dytë. Reklam.
Jemi rikthyer në studio, në këtë pjesë të dytë ndalemi pak tek aksioni opozitar. Pas disa mbledhjesh kryesie, grupi parlamentar, kryetar Degësh, sot më në fund, Sali Berisha ka vendosur për të thirrur ditën e hënë një protest përpara kryeministrisë. E ndjekim pak se çfarë ka deklaruar Sali Berisha pikërisht për këtë dhe më pas e diskutojmë në studio. Dita e hënë do të jetë dita e fillimit të parlamentit para kryeministrisë, të qytetarëve dhe parlamentarëve. Partia Demokratike ndërmerr tani një fillim të ri, një analizë të plot të gjendjes në vend, ka vetëm një rrugë, protest dhe vetëm protest. Zoti Xhaferi, po e nis me ju, protest të hënën para kryeministrisë. Tani, kemi në një detaj më shumë, si do zhvillohet, do rrini aty, do ketë rezistencë, apo disa fjalime, pas do ikni, pra çfarë do ndodhë, se duam ta kuptojmë pak se është e paqartë. Si fillim, se kam disa pyetje. Për një protest paqësore, mbi gjithë zhvillimet e fundit që janë të shumta, për çfarë po protestoni, që ta kuptojmë? Po protestoni për parlamentin, pra se jeni të kënaqur me mënyrën se si po zhvillohet parlamenti, pra që s'keni drejt fjale, s'po ju lejohen komisionet, apo për skandalet e qeverisë? Se parlamenti është gjëja dytësore, janë skandalet e qeverisë, për atë po protestoni, vjedhja zgjedhjeve, raporti OSBE-Odirit. Për tani, se i bëni shumë ju. Po tani të gjitha ato bashkohen në një emër. Tani kauza është narkoshteti, pra kapja e shtetit që është i tëri, që me zgjedhjet e deri te administrimi shtetëror, është i kapur nga gjitha flukset e errta të një shoqërie. Normalisht që një opozite detyra i jepet për të thritur protestën. Detyra tani është e qytetarëve për të dalë në protestë. Pra, kjo është. Pra, si do zhvillohet? Pra, nuk është se do ketë rezistencë dhe ju do të qëndroni gjatë atje. Një protest, pastaj do të shpërndahet. Besoj se ne kemi thënë në parlament do të vazhdoni, do hyni, do dilni, patjetër që parlamenti nuk do ketë bojkot. Pra nuk ka bojkot në parlament. Nuk do ketë bojkot as parlamenti, as komisionet, por protestat duhet të jenë të vazhdueshme dhe të qëndrueshme. Pra nuk do jetë një protest që nuk ndalon atë ditë, por do jetë një protest që do bëhet për herë. Okej, po kush është strategjia? Pra ku doni të dilni me këtë protest? Në dobësimin e sistemit të narkoshtetit. Në rrëzimin e qeverisë apo çfarë? Në dobësimin dhe rrëzimin e saj, patjetër. Pra ne e shohim dhe në rastin e Serbisë që protestat atje vazhdojnë për një viti dhe patjetër që e kanë dobësuar pafund. Ato janë protesta të fuqishme që shkundin Serbinë dhe Beogradin. Besoj paqësore dhe të fuqishme dhe të vazhdueshme dhe të qëndrueshme kanë qenë, pra nuk kanë qenë një protest, kanë qenë disa. Okej, tani kam dhe një pyetje tjetër përpara se ta shpërndaj pak bisedën. Tani për nga mënyra se si është shpjeguar kjo protest, ngjan si një déjà vu me çadrën e vitit 2017. Sepse edhe atëherë, kur u ngrit çadra në vitin 2017, u quajt një parlament i qytetarëve. Pra aty dilnin qytetarë, po ishte një çadër e instaluar e pa lëvizur aty që zgjati nuk mbaj mend se sa ditë, ku flisnin qytetarët fillimisht dhe më pas i fundit fliste Luli, pra Lulzim Basha. Pra është një rrugë e testuar, po themi, e provuar, dhe në mos gaboj, jo në mos gaboj, po thjesht për ta saktësuar, aso kohë parlamenti ishte bojkotuar nga PD-ja. Dhe çadra pati një fund jo fort lumtur për demokratët, se përfundoi me një bashkëqeverisje me Partinë Socialiste. Ani nuk e di se si do përfundoj kjo protesta para kryeministrisë, po gjithsesi. Nuk është Luli tani. Nuk është Luli tani. Të ngatronti. Prit. Kush është tani, Ploger? Po është ai që e ka treguar ç'di të bëj kur do ta bëj. Duhet të di këtë, si do t'i bindni ju qytetarët, popullin opozitar, elektoratin tuaj që sigurisht që ju kërkoni që t'ju mbështesin edhe t'ju vinë, t'ju përgjigjen në këtë protestë, që duke zgjedhur të njëjtën rrugë do arrini një fitore ndryshe, ose një përfundim ndryshe. Të shkojmë pak në retrospektiv, pa. Çadra, unë mendoj që nuk kishte dështim. Qëllimi i asaj çadre ishte një qeveri teknike, e cila u arrit. Pra, u arrit me shkarkimin e disa ministrave gjatë çadrës, u arrit me prishjen e koalicionit të dy partive të cilat patjetër në atë garë do kishin shansin absolut për të dominuar, dhe u arrit me një qeveri teknike sado për një kohë të shkurtër. Problemi ishte pas çadrës, nuk kishte çadra. Përfundimi i çadrës, arritjet e çadrës. Pra çadra ishte suksesshme, po thoni. Për mendimin tim personal, që kam qenë dhe pjesëtare sa çadrës, po. Por për më vonë që ishin listat që dolën të jo durat, një lloj
pastrimi që u bë partisë moment fundit, të cilat krijuan pak kënaqësira, të cilat nuk Fushata e rikuperoshin gabuar dot. që u godit Meta dhe jo Edhe Rama. ajo pikërisht, pra ishin disa faktorë të ndryshëm, nuk mendoj se duhet të atribuohet. Po, pas Meta u mor me njerë sa mbaruan zgjedhjet, u mor sërish Të koaliciona. tëra janë të ndara, pra, unë po them, po flasim për çadrën. Okej. Çadra vet, të gjithë ata njerëz që kanë qenë pjesëtar të ajo çadër, pjesëmarrës, që zgjasin 90 e ca ditë, nuk është se dështoi, madje arriti për herë të parë një qeveri ta vëri me shpata pas murit dhe gjithë faktorin ndërkombëtar ta sjellin në Tiranë dhe të bëhet një marrëveshje. Se fund ditës pas çdo krize do dalësh me një marrëveshje, nuk do dalësh në një luftë civile. Kështu që dhe nëse ka një reminiscencë me çadrën, unë kjo nuk më shqetëson. Fare. Ajo që dihet është që opozita i kërkojnë protestat i thërriti, dhe tani ata që i kërkojnë protestat duhet të përgjigjen me të gjithë ne që jemi pjesë e organizimit atyre protestave. Dhe mendoj që patjetër është gjë më e shëndetshme që mund ndodhi një shoqërie që është në gjumë. Dhe me kaq skandale sapo ndodhin dhe ndodhin nga dita në ditë, patjetër që protestat do të Ishte jenë mesazhi kryefjalë. pak më i qartë, zoti Xhaferi, pra jo 7 mesazhe në të njëjtën protestë. Unë mendoj që 7 mesazhe fuqizojnë protestën, jo se do psojnë. Pra, njerëzit do dalin për enough is enough, boll është boll. Pra, këtu po ndodhin çdo javë skandalet. Po atëherë nëse ndodhin kaq skandale këtu, duhet ketë një reakcion qytetar. Pse atëherë jo protesta kombëtare? Nuk ka një vendim për protestën kombëtare. Keni frikë ju që nuk do ju përgjigjen qytetarët? Ajo protestë kombëtare është. Nuk ndalon njeri nga gjithë kombi shqiptar të Berisha tha protestojë. në një moment të dytë do të vendosin për protestë kombëtare është lënë data, është lënë orari, është lënë njerëzit e kanë në dorë ta bëjnë ata protestën. Pra pritet masivitet? Patjetër që presim masivitet. Do jetë një protestë e përjavshme? Besoj se ndodhi po. çdo javë? Besoj se po. Pra, i format. Ku ndryshon kjo protestë nga protestat e përjavshme që bëheshin përpara bashkisë? Sepse më njëherë pas Erion Velia, kryetar bashkia, shpresojnë që në rezultat mos të ndryshojë as pak. Përfundoi në SPAK, protestat nuk kanë dalur. Atëherë shpresoj që në rezultat mos të jetë ndryshe as pak. Po, por ama ajo protesta kundër Veliajt mesazhin e kishte të qartë dhe vetëm një, kurse kjo ka shumë mesazhe. Besoj se ajo e kishte mesazhin të shumë fish. Tu pasaj ka patur një sër interpretimesh dhe akuzash e kishte mesazhin të shumë fish dhe skandalet në Bashkinë Tiranë ishin të shumë fishta. Por pa tjetër që edhe këtu një mesazh është rëzohet e Dirama, pra ne po bëhet e Kryeministria dhe jo te Ministria e Infrastrukturës. Pra, një mesazh është, kauzat janë pa tjetër që do prodhojnë nga java në javë dhe të tjerat. Okej. Tani, te çadra. Te çadra fitoi vetëm ai që kishte dhënë çadrën me qera. Kompania që kishte dhënë çadrën me qera kishte një goxha punë ato 3 muaj. Pjesa tjetër që ti thua nuk ka zgjedhje me Edi Ramën, merr ca ministra dhe ca agjenci, edhe drejtor, të cilat nuk kanë në dorë të bëjnë asgjë. Pra, nëse ti thua që administrata është e duket si një çadër e dytë kjo? Pra si një déjà vu e çadrës? Dgjoj, është si një déjà vu, por është për qëllime të ndryshme. Kush është qëllimi? Unë kam përshtypjen se pse po radikalizohet opozita? Ku e ka hallin? Basha, jo, unë nuk shoh radikalizim. Basha e kishte seriozisht. Pra Basha mendonte që për shkak të precedentëve të mëhershëm dhe asaj rutinës 8 vjeçare, ishte momenti për të ardhur në pushtet dhe donte të maksimizonte revoltën dhe organizimin dhe grintën që pjesëmarrja të ishte maksimale dhe të kishte një përmbysje. Pra, nuk ishte çadra 8 vjeçari, ishte një fushat. Ishte 4 vjeçari. Ishte 4 vjeçari. Po, gjithsesi, kishte një lloj fryme, sepse kishte ndodhur në atë kohë, me sa unë mbaj mend, dhe historia e zotit Tahiri, që nuk ishte më ministër, por dhe kishte disa skandale që po e provokonin. Basha mendonte se, ndërkohë që unë ti e di atë tezën time, unë mendoj që pa komunikuar direkt me njëri tjetrin, Rama dhe doktori, si 2 partitë mëdha, janë një lloj bashkëqeverisje. Në bashkëqeverisje? Po pra, ta kam thënë 1 milion herë këtë unë ty, po ti nuk vazhdon dhe nuk e beson. Si janë në bashkëqeverisje? Ai tjetri e kupton është akoma në masë sigurie ti të bashkëqeverisje. Kur ka bashkëqeverisje të paktën mbyll ato hesape të tjera, ha? Ta them. S'ka mbyll pak hesape, ma beson. Dakor, po bëri izolim, bëri burg edhe izolim shtëpi tjetri. Nuk ka pak bashkëqeverisje.
Dëgjoj. Lideri tjetër i opozitës është në Burg, për bashkëqeverisjen prapë. Por mirë, unë nuk po them që këta vdesin për njëri tjetrin. Po çfarë vdesin më 5 lideret e opozitës janë po mirë më të dëgjoj, po sigur shkon, se bëhet bashkëqeverisja për përfitime, jo për sa të vuajë dhe sa të. Nuk po them që shkoj besi ministër more. Nuk po them këtë. Pa herë do ishte gabim shumë që do të shkojë se Rama do të ketë pushtetin maksimal dhe doktori ta rrëzoj, në finale te sa gjëra të mëdha, këta janë bashkë. Dhe unë them që mos miri e tregon ajo që bën me reformën zgjedhore. Po më shpjegove se si e kanë zgjidhur, për shembull. Ta them unë, ha. Po pra, se si e kanë zgjidhur, që Sali Berisha të jetë mas sigurie dhe Edi Rama të ketë të gjithë pushtetet. Si e kanë zgjidhur që Ilir Meta, Fatmir Mediu, dhe kush është tjetër, të jenë në SPAK dhe në GKK dhe Edi Rama të ketë benefitet edhe të gjithë pushtetit. Këtë më shpjego se si e kanë zgjidhur dhe të besoj, të më shtes, sepse ai praktikisht është në mas siguri, lideri i opozitës është në mas siguri, është në hetim, shkon të prenden e thrasin prapë kjo, ai prokurori, ke parasysh atë prokurorin që doli në Elbasan dhe tha, nuk ishte broshurat Partisë Socialiste, tha, në ngjarje, ai thret liderin e opozitës ai. Që ai duhet ishte KLP-s duhet ta lindë SPAK atë. Ta mbaroj. E kupton? Ai thret për show, për një ngjarje që duhet ishte zbardhur 100 herë, e thret pas nesër në SPAK, e kupton për të bërë show-n e radhës, ti thon bashkëqeverisë, sikur shkon të flas? Po, të flas për debat. Tani, e para, për pyetjen tënde, duhet pyesim Donald Trumpin, Marco Rubion, edhe këta që vinë të takojnë Altin Duman. Edhe Yuri Kimin, edhe Charles Megoni Galin, pyesim këtë dush, po problemi është... Flasim për këtë që na dje këtu, jo për atë sekretarin e shtetit, që erdhi, nuk takoi Ramën, takoi Altinin, Dumanin, takoi dhe Këlliçin. Kush më? Ai Flemingu, nga SBA-ja, që erdhi para pak ditësh. Mos e ke ngatruar me ato flamingut që po ikin për shkak të aeroportit. Jo, zvën sekretari i shtetit tani. Lutem, zvën sekretari pra erdhi dhe takoi Altin Dumanin. Po është patjetër mos është investimi i tyre më. Patjetër pra, këtë është investimi i tyre duhet. Përgjigjen. Ata vinë SPAK-u kërkoi nga ata, jo nga Rama. Se Rama ka të vetët në pikë të hallit. E para, tani bashkëqeverisja, vetët gjithë vetët që i di ti dhe unë. Tani, pse janë bashkëqeverisje ta? Një që kishte Rama u mbyll për 3 javë. Ta janë bashkëqeverisje edhe politike, edhe ekonomike. Nuk po them se keq kuptohet, nuk po them ore që doktori ka çuar ministrat, po jo. Ta kanë sa interesat përbashkëta. Interesi i madh i përbashkët, Erla, është që këta sistemin elektoral ta kenë si duan këta. Dhe po e bëjnë si duan këta. Pse po e bën Berisha këtë protest në gjykimin? Eksakt, pra është një test për opinionin publik, është një fillimi një aksionit gjatë, ka një tani kjo tezë që unë them, dhe them disa fakte, siç janë amnistia penale, kodi elektoral, këto reformat territoriale me senate, ulja e numrit mandateve, ndryshimet kushtetuese, pra 2008 2.0 që këta duan të bëjnë. Në qoftë se dekonspirohet dhe ka një pajtim kombëtar nga gjithë njerëzit që, këta janë duke e bërë bashkë këtë. I duhet ky radikalizim për të justifikuar uljen me Ramën pastaj. Pra, jo, në qoftë se do themi gjithë dhe do besojnë gjithë të që besoj unë dhe argumentoj unë, i bie që opozita të shkrihet, se është e pa kuptim që opozita të jetë aty pjesë e regjimit dhe fasadë e regjimit. Dhe për treguar të kundërtën, për të lënë të kuptohet që ne nuk jemi me Edi Ramën. Ne jemi kundërshtar me Edi Ramën, ne jemi armiq madje me Edi Ramën, duhen bërë sa gjeste ca akte politike më. Çfarë do bëjnë? Do bëjnë protest, do shkojnë aty, do bëjnë akte simbolike, po mundën që të maksimizojnë votën. Nuk po them unë që doktori do ta lërë Ramën atyre, që të kuptohemi. Doktori për shpirt shko vetë në karrikën e Ramës, por duke ditë se cili vendin që i takon, ta janë shumë të qartë. Dhe thot, tani, në qoftë se unë nuk bëj asgjë dhe vazhdoj jetën normale parlamentare me Edi Ramën, unë vetëm do të bjerrem, thot doktori, sepse gjithë do thonë, ky është një shtojtës e Edi Ramës. Pra i duhet protesta. I duhet protesta për të legjitimuar që është ky kundërshtari dhe ky pala përballë. Dhe vazhdon këtej protesta regjimi, më the thash, këtej nga ana tjetër vazhdon, siç thot Bezi, vazhdon komisioni, reforma territoriale, reforma elektorale, më the thash, i kopsisin që të voglat në 2029 të mos ekzistojnë më. Shkoj hakat e Zotit, çka janë të shtojcat e vogla që janë nga Partia Demokratike, do shkojnë bashkohen atje, se do shkoj 7% ai, si quhet, pragu,
edhe s'do i kapin dot më, do ullet numri i deputetëve, do shkojnë vota për deputet nga 25.000 vota, edhe s'do marrin më mandate fare. Këta do kalcifikohet, pra do forcohet opozita, do bashkohet opozita, e do them, këtu do jemi prapë ne, se ikin shpejt ditët. Do bashkohet opozita, Besardi çfarë do bëhet? kalcifikohet doktori Besardi është deputet për momentin. Jo, kalcifikohet çfarë do bëhet kur të ndodhi kjo gjë? kalcifikohet, do kemi dy partitizëm, kalcifikohet doktori sekretar absolut i opozitës. SPD do eliminojnë të vegjlit. Eksakt. Rama Ky është dhe shqetësimi të vegjël. Nuk ka qenë asnjëherë shqetësimi i Partisë Demokratike, besoj, tek partitë e vogla paktën në këtë periudhën tani. Ajo çfarë, domethënë, argumenti i Flogertit, që e respektoj për argumentin që ka, unë e gjykoj që është logjika më e gabuar dhe argumenti më i dëmshëm sot për shoqërinë. Pse është i dëmshëm për shoqërinë? Sepse Flogerti është shumë i qartë. Thotë opozita e ka humbur terrenin politik. Replik argumenti po i bëj. Me Ramën për të bërë një marrëveshje dhe duke qenë se kjo në momentin që ndodhi, që ishte edhe një moment i gabuar se sapo doli raporti OSBE Odirit, u duk sikur Sali Berisha i dha oksigjen Edi Ramës duke bërë këtë marrëveshje mbash, meqense se kjo doli dhe u bë e madhe, atëherë po kërkojnë të radikalizojnë aksionin që më pas justifikojnë uljen me njëri tjetrin në tryezë. E di kur do ta besoj në syrin e publikut si opozita e vetme përballë. E di kur do ta besoja këtë që thotë Flogerti, në qoftë se do të ishim 3 muaj para zgjedhjeve dhe opozita do të niste atë karikimin e vet për të shfaqur në sytë e opinionit publik dhe të qytetarëve që shikonin që unë jam një opozitë reale, ndërkohë ishte fake, sipas Flogertit, dhe do të bënte këto protesta, se historiku na ka treguar që protesta kemi parë gjithmonë pak para zgjedhjeve. Nuk është opozitë fake, Romir, të lutem, mos më kesh kuptuar. Po jo, pra jo. Nuk është fake. Kjo për shpirt Po si jo, pra, opozitë opozita do ta është zojë Edi Ramën. Po jo, pra, se por nuk e mund të gjithë shkojë, fuqinë e saj dhe thjesht është dorëzuar fatit të saj dhe bën marrëveshje me Edi Ajo Ramën. që the ti është opozita fake, që unë nuk e besoj. Dhe nuk dua ta besoj që është. Por gjithë argumentet që the përmbledhin një opozitë fake që unë nuk e besoj që është dhe nuk dua ta besoj që është. Dhe besimi i kësaj proteste, nisja e një vale proteste dhe aksione i protestave është i besueshëm për momentin, të paktën për mua, sepse nuk kam pas një farë kohe një betejë elektorale. Por opozita imponon dhe kërkon nëpërmjet protestave krijimin e kushteve për të pasur një betejë elektorale. Ai thonë regjim, ta bëjmë bashkëbisedë. Ai thonë regjim këta, se kemi të besim regjimi nuk legitimohet. Jo, nuk e bravo. Ne do shkojmë në parlament që të mos e bëjë si do ai. Tani nuk funksionon dhe po doja edhe ta siguroj. Besoj se Adriana Kalaja. Ja, një sekond, fal fjalë, një skenar që Kalaja, Adriana Kalaja po dini edhe mos u ktheni më shpejt. Di kush do qimi sepse ti je mësuar të analizosh Partinë Socialiste. Je mësuar jo kuptimin konotacionin negativ. Të siguroj unë që në mbledhjen e këtyre të fundit ka pas debat sa i përket qëndrimeve. Të siguroj unë që ka nga ata deputet që mund të jenë të shumë në numër që janë dhe kundër protestave. Thonë, beteja jonë, thonë, duhet jenë tek karriget e komisionit. Jam shumë dakord, i respektoj. Pra, Partia Demokratike, edhe në mbledhjet fundit, nuk ka arritur të gjithë dakordsinë në unison në të shkuar deri te shkuar te protestat apo jo. Dhe kjo është një gjë e mirë për një parti politike që ka përplasje mendimesh. Pra, dhe Sali Berisha nuk mund të dali dot me atë rolin e vet autoritar, thoj, sot kemi protesta dhe mbaroj dhe duhet kundërvihemi. Pra, dhe Sali Berisha duhet të dëgjoj struktura. Dhe dëgjon, tani se ndihet i dobët. Po jo, pra, jo se ndihet. E ka provuar, dëgjoj, e ka provuar. Nëse do të diskutojmë doli kundër Besi, apo të flasim shumë po doli kundër Besi dhe i ran pikët Sali Berisha. Ja të për çfarë po flasim. Ja lash Besin se e kemi këtu. Po lëmë Besin se dalin disa fraksione që nuk bien dakord. Po ja, si çdo fraksion Parti Demokratike e ka të blinduar. Çdo fraksion Parti Demokratike e ka kuptuar që përballje me Sali Berishën prodhon humbje në fund. Tani, ajo çfarë unë duhet shikoja tek opozita, nuk mundet opozita të jetë edhe këtu, edhe aty. Në qoftë se kemi përballë regjim narkoqeveri, unë do të preferoja të shikoja një opozitë të radikalizuar në qëndrimet e saj dhe në protesta permanente. Pra, në qoftë se kemi përballë një regjim, kemi një regjim, sot kemi problemet. Pati një debat të vogël me pyetje Erla me Besardin, që ta e keni shumë të shpërndar. Sot kush janë problemet që s'duhet i ndahet opozita? Vjedhja e zgjedhjeve. Sot krimi, goditje në mes të Tiranës dhe ka godet çdo ditë. Duhet ishte e përqendruar siç ishte ajo është korrupsioni. Ndaj Erion Veliajt përpara bashkisë. Korrupsioni. Kundërshon Veliaj
nga skandalet e sotme të qeverisë. Kemi 3 çështje kryesore që në çdo vend demokratik, në çdo vend perëndimor, nëse do të kishim një nga këto 3, edhe në nivele më të ulta se në Shqipëri, qeveria duhet kishte rënë. Dhe unë po duhet kishte rënë pra dore nga një lider të ndërgjegjshëm kanë dhënë dhe vetë dorëheqjen, ëh. Hiqje përgjegjshmëri. Po okay, kurse unë pres një opozit që të radikalizojë qëndrimin me këto 3 argumente. Pse nuk ndas pra? Për të ndalur korrupsionin, Si ta radikalizoj? Çfarë të bëj? Se i ka provuar opozita dhe protestat radikale. Ato të Lulit kanë qenë shumë radikale. Nuk ka zgjidhje tjetër. Në qoftë se kemi një pushtet i cili të fiton zgjedhjet me mjete parapolitike, ti nuk mundi kundërpërgjigjesh me mjete politike. Më fal, çfarë ndodhi sot në komision? Pritet të shkonte zëvendës kryeministra, ministra e infrastrukturës, e cila ka mos gaboj 60-65% e dëgjova nga një deputet që e artikuloi, të buxhetit 65% të buxhetit të shtetit dhe zgjodhi mos të shkojë të çojë disa zëvendës ministra. Çfarë do thotë kjo? Kjo është sfidë që pushteti i bën opozitës dhe i bën kuvendit i cili duhet të jetë autoriteti kontrollues dhe vendimarrës për atë buxheti. Në momentin që kemi një sfidë nga ana e pushtetit, karshi tempullit të demokracisë, institucionit më të lartë, kuvendit, jo vetëm opozitës në rolin e saj kontrollues, opozita duhet të radikalizohen edhe aty qëndrimin e vet. Doktori këtë, sepse e di që nuk ka njerëz nga mbrapa, sepse e di që ka që në 2013 që humbet sa i përket njerëzve nga mbrapa. Ajo ti ke të drejtë në të që thua, sepse pushteti të mori shembull më herët pushteti krijon zhgënjimin. Kurse opozita ka për detyrë të krijojë shpresën të krijojë frymëzim. Dhe sot janë të zhgënjur njerëzit sepse ka kaluar një periudhë. I pe zgjedhjet para 3 ditësh. Mbaruan zgjedhjet e përgjithshme. Opozita bëri dhe ato kthjellimet e veta, u futën në parlament, e ndërtuan me të drejtë me atë çfarë kemi lexuar në këtë kohë, që aksionin e tyre ta kishin institucional, vendimi drejt apo i pa drejt, hajde diskutojmë gjithë ditën, dhe kjo reagimi institucional nuk funksionoi dhe sot Pse më thua mua nuk është bashkëqeverisje? Po patjetër se është bashkëqeverisje, ose nuk mund të jetë bashkëqeverisje me Kosovë vetëm nga një shgon publikun, kur e ushqen publikun, Kosovë Erion Velia dhe Belinda Balluku. Kosovë janë rreth familjar i tij, e ushqen publikun për revolucion nuk ndodh. E ushqen publikun që zgjedhje me Edi Ramën nuk ka dhe futesh në zgjedhje me Edi Ramën. E ushqen publikun dhe demokratët që këto zgjedhje nuk njihen se janë masakër dhe fars, shkon dhe e legjitimon duke u futur në kuvend. Tani me gjitha këto gënjeshtra publike që i ke thënë publikut dhe demokratëve, si do të besoj ai që këtë radh ti do shkosh pranë kryeministrisë dhe do rrezosh Ramën? Prandaj këta e kanë marrë nëse e ke vënë re me shumë qetësi, pa pritshmëri fare, nuk ngren asnjë lloj pritshmërie për protestën, sepse nëse protesta do jetë një asgjë, ta do thonë që ishte thjesht një mesazh politik, sepse ne betejën do e bëjmë në parlament dhe do vazhdojnë të jenë, nëse dojnë ta them kështu, fasad e regjimit që ata përndojnë. Prandaj jemi dhe ne të dy këtu, pastaj edhe pjesa tjetër e shoqërisë, që të jemi pa kritik qoftë edhe karshi opozitës. Që kur ta thonë atë do bëjmë revolucion, ta bëjmë revolucionin, që do bëjmë protesta, do ta bëjmë protestën. Pse po rikthehet opozita tek skenari vjetër i protestave, i rikthimit në rrugë, i këtij opozitarizmit klasik, le të themi, që e kanë provuar deri më sot? Të themi disa gjëra. Është mirë që protestohet në këtë vend. Sepse protesta është kripa e demokracisë. Dhe në këtë vend ka shumë arsye për të protestuar. Nga aferat e fundit të zëvendës kryeministres Balluku, e cila edhe këtu s'po i përmendet emri, është e kapur nga fil në dosje, nga SPAK, dhe shumë aferat të tjera të kësaj qeverie. Unë prandaj tentova të bëja krahasimin me Erion Velien, pra me protestat që bëheshin përpara bashkisë. Partia Demokratike ka dëshmuar në 35 vite që ditë bëj protestat mëdha, të vogla, të mesme, në forma të ndryshme, me platformë, pa platformë, çadra. Radikale me molotov, me... Objektive është qeveria teknike, kuptohet që qysh tani se çfarë do kërkohet. Dhe mendoj që ka një farë prudence të zotit Berisha për të organizuar një protestë kombëtare. Kombëtare në sensin e thirrjes se një proteste të madhe. Pra masive. Pse? Ka frikë se nuk i përgjigjen njerëzit apo çfarë? Jo, mendoj që ka dëgjuar disa mendje të ftohta ose është kthjelluar sepse nuk bëhet protesta më me data. Domethënë, protestat me logjikë që në datën filan do bëjmë një protestë të madhe. Si bëhen protestat, po? Dhe lëshojmë drejtuesit politik në përqarje, që mbledhin njerëzit me autobuza etj. Është bërë ajo, është parë, është provuar, është bërë marshime etj. Dhe nuk ka funksionuar. Pra, për të njëjtën gjë dhe presë rezultate ndryshme nuk është shumë e mençur.
Unë mendoj që duhet një kombëtarizim i protestës së opozitës ose i PD-s në këtë sens, sepse unë pres dhe nga partitë e tjera që i thonë vetës opozitë të protestojnë. Mos t'i ngelet, si them, monopoli I protestave vetëm PD-s. PD-s. Kanë edhe partitë e tjera, kanë dhe ata njerëz, kanë marrë nga 40.000 vota, nga 67.000 vota, nga 30.000 vota, të dalin të protestojnë dhe ata. Mirë, tjetër histori. Jo, po se duhet thënë kjo, sepse ne po flasim vetëm për PD-n dhe ata kanë detyra qytetare për demokracinë të protestojnë. Ndoshta me 2 veta, me 5 veta, me 10 veta, s'ka rëndësi, po të dalin edhe ata në protest. Dhe mos të fillojnë dhe të bëjnë pse proteston ky, si proteston ky, çadra kështu. Po kanë patur qëllimet e tyre dhe ata. Arlin Qori proteston me minatorët, me pensionistët. Duhet protestojnë ata, duhet protestojnë. Shea i ka bërë një protestë në mbrojtjet Jo të Spakut. bëjnë video në TikTok edhe në rrjetet sociale duke thënë se bëjnë ndaj punë. Okej. Në krahun tjetër bëjnë dhe pazare. Shumë të rënda dhe shumë të pista. Dhe mendoj që kombëtarizimi i protestës duhet të fillojë nga një riorganizim i strukturave dhe nga një ballafaqim me argumenta me partinë në thelb se çfarë oferte do t'i japim shqiptarëve. Sepse kjo është ajo që duhet bëj PD-ja. Në kuptimin që jo vetëm denoncimin, se zoti Berisha nuk ka pse dalet sot flasi për Gilman Odanin, për Elvin Saljanin dhe për shumë të tjerë. Ai duhet flasi një herë në javë, një herë në 2 javë. Ervin Hoxhën, po, se e bëri lapsus vetë Jo, me Berisha. që po them që s'ka pse dalet flasi ai për Gilman Odanin, ku aty ka njerëz që merren me sigurinë, ka njerëz që merren me policinë, ka edhe personalitete, dalin të flasin ata, nuk ka nevojë të komentojë kronikën e ai, e kupton? Një herë në javë, një herë në 2 javë t'japet disa mesazhe publike dhe të merret Sa me serios të duket riorganizimin. ky projekt lit aty, pra kjo protest? Është një reagim i momentit apo është të duket një plan Logjika afatgjat? është se çfarë duhet bëjnë kur të rriten. Kur të rritë, si janë rritur Kur të akoma? rriten, domthonjë kur të vinë zgjedhjet. Po, për zgjedhjet ka. Çfarë oferte? Po jo, se kështu ndërtohet ajo. Ndërtohet një herë oborri, pastrohet një herë Selia, zbukurohet që njerëzit afrohen. Vinë flutrat, vinë zogjt, vinë ata që kush të vinë? skifterat, duhet ta krijosh një herë atmosferën. Nuk bëhet kështu, se ne kemi parë si bëhen. Po kush t'iki që të vinë këta flutrat, skifterët? Kush t'iki? Do më thonë, ka dhe një problem aty se tani që më hape folderi, ka shumë drejtues politik, po edhe sekretarë dhe zyrtarë të dës që duan të japin dorëheqjet dhe zoti Berisha nuk i lejon. Kush janë këta që duan të japin dorëheqjen që si le Berisha? Po të gjithë, edhe nga kryesia, edhe nga sekretarët dhe drejtuesit politik. I vetmi që doli që tham nuk e mbaj më, ishte Bujarleska. Po ka dhe të tjerë që duan të japin. Ka besartë të tjerë që duan të ikin të si le Berisha? Sipas informacionit tim, jo. Jo. Ti nuk e ke Sipas informacionit që dhe Do kam thonë, ai parë është edhe në në brenda, nuk ka pse të Nuk e thot dot, thua. Kush janë këta që duan të ikin nga aty ka njerëz postet? që- Zakonisht do në thonë, politikë kemi parë që vdesin për nga një logjika është karrierë që të po të vogël, ikin sa do ata, e vogël, po edhe po në të ikin opozitë. ata do thonë që ikëm se humbëm zgjedhjet. Po kjo përgjegjësi i ngel zotit Berisha, i cili duhet të futet në një proces Po këta rivotimi. pse duan të ikin, janë të lodhur, të zhgënjyer, çfarë ka? Sepse edhe në PD është një skemë e vjetër, se ti e di edhe shumë tjerë, që 2, 3, 4 urrehen. Nuk urrehet njëshi sepse njëshi është miti, dhe kanë urrejnë të 2-tin, të 3-tin, të 4-tin, sepse kjo është skema. Është krijuar ajo Skema parti është me pa të drejtë thua apo ka nga një arsye? Ka të drejtë, pa të drejtë, s'ka rëndësi, nuk po e gjykoj atë. Po është kjo skema që i mbajmë aty, që urrejtja të shkojë të devijojë tek këta njerëzit dhe mos t'i kërkojnë përgjegjësi kryetarit partisë. Okej. Ata të bëjnë çfarë të duan me partinë e tyre, si organizojnë, nuk ka si problem. Skenari merr mendoj që Kush është skenari që ta çova aty, do ta lexosh apo ta lexoj? Më fal Lita se ta jap në fjalën, po me që ndërhyri Flogerti. Kush është skenari? Domethënë, se nuk sigurisht që nuk mund ta thot Besi sepse askush nga PD-ja publikisht. Ja çove skenarin Besi? Jo, nuk ma çoj Besi. Jo, nuk ja çova Besit. Çfarë erdhi? Atëherë, nuk do jetë protestë në kuptimin klasik si pamje që ke nga mbrapa. Po. Do jetë një protestë si ajo poshtë balkonit doktorit ose përpara Bashkisë Tiranës. Po. Do vendoset një ledull që do nxirren aty mesazhe, akuza, komunikime, gjëra, e kupton? Dhe do mbaj fjalë doktori gjysmore. Dhe fokusi do jetë që me që neve nuk na lejohet të flasim në parlament, ne do flasim këtu. Do flasim këtu. Dhe do jetë një lloj parlamenti, ose një lloj denoncimi, ose një lloj zhvendosje selie nga atje ku janë tani. Unë prandaj pyeta po parlamentin çdo bën, jam në parlament do futen. Jo, po parlament shkojnë ata, bëjnë pak zhurmë, dalin atje te vendi, pastaj edhe atje nuk i ndalon njeriu të thonë ato që kanë përcën në parlament. Pra do thuhet, nuk na lejoni të themin në parlament. Po ne do dalim te parlamentin e zhvendosim në një agor tjetër në bulevard, ja do e shohim se ndodh tonën. Vim martën këtu bashkë.
Çfarë ore është tani? Të hënën orën 6 jeni të ftuar gjithë në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë. Ti do shkosh? Dhe po patjetër. Do vesh dhe ti. Do shkoj me besin që ti jem dhe i mbrojtur, sepse e kupton? Është pajësore, ndodh. Po pajësore pra. Pajësore ndaj Ramës, po jo ndaj meje. Ky është problemi vetë. Jem pajësore me Ramën ta, sepse njerëzit kanë kuptuar diçka. Njerëzit poshtë. Agroni nga PD-ja. Njerëzit poshtë, po dhe ajo po. Njerëzit poshtë, Erla, e kanë kuptuar atë që thashun pak më herët. Okej, Bio, ti s'lexove dhe diçka tjetër, që do shfaqet një led mbrapa Berishës. Dhe aty do shfaqen denoncimet e skandaleve, mesazhe, pjesë të dosjeve të SPAK-ut, hetimore, këto të fundit. Do jetë foltore parlament, pra siç ka artikuluar, sepse nuk ka ndonjë zbulim madh se tha zoti Berisha që do të jetë një foltore parlamenti para kryeministrisë, e cila do të vendoset në orën 6, do të nisë në orën 6, ditën e hanë. Pra, edhe do të jetë e përhershme, për sa herë të paktën nga ato që janë artikuluar publikisht, sa herë do të ketë bllokime nga ana e mazhorancës në parlament, parlamenti do të zhvendoset përballa. Po flet fjala vjen. Ato janë bërë 10 seanca, 10 seanca kemi parë një seancë. Mbaron fjala e Besit 2 minuta ose 7 minuta sa e ka. Besi thot pritse se ka mbaruar fjalën, dalin gjithë te foltoria, bllokohet seanca dhe shkojnë dhe zhvendosin parlamentin në bulevard. Dhe kjo nuk është qenë për këto bllokime. Nuk ka si problem. Edhe kjo nuk është zgjidhje. Se zoti Berisha u përjashtua 10 ditë për fjalën që thatë dera. Fjali e fundit se do të përjashtohen edhe nga foltoria. Ka gjetur Erla një pretekst PR-i, komunikimi, për të bërë lajm dhe për të marrë vëmendjen publike. Dhe është një pretekst për mua i mirë. Në parlament nuk do ngjiste aq shumë në atë zhurmën, duke u zhvendosur bulevard, gjithë reporterët do jenë aty, gjitha kamerat do jenë aty, ose ka protestë, siç shkuan 10 muaj te bashkia, siç shkuan 3 muaj te doktori, do shkojnë dhe ca javë, ca muaj gjerë për festa, besoj, te kryeministria, pastaj festat, gjeli detit, shifemi nga shkurti, nga marsi, vjen vera, shifemi 2007. Çfarë të komentoj? Ky është skenari. Fictionin. Një skenari. Ajo se të hënën do ndodhi ajo burr tani. Vim të marrë këtu pastaj edhe. Shikoj, po them fictionin se ke çerekore që flet, fillon që nga bashkëqeverisja e deri te skenari. Prandaj them fiction. Më fal, po çfarë do ndodhi me këtë dakordsim për të bërë një reformë kushtetuese për territorialen, për zgjedhorën, për Shkon vjen keq tash. Pra bëhet edhe protesta. Mos na tro parlamentin në protestën, se ju jeni dhe gazetare me shumë eksperiencë tani. E njihni dhe po mirë. Më shumë një eksperiencë politike. Po prandaj bëj dhe pyetjet unë se njoh kam eksperiencë politike. Një kod elektoral që ta sanksionon kushtetuta për votat që duhet kesh parlament. Me çfarë mjeti do bëhet? A ka kuptim që të protestosh për të rrëzuar qeverinë dhe tulesh po prapë me këtë qeveri për të bërë reforma të mëdha të vendit, Edhe reforma më të mëdha që mund të vijë dhe qeveria teknike në kushtetut. Përsëri në parlament do votohet. Do mbledhet parlamenti dhe do votohet. Protesta vitin e kaluar përpara zgjedhjeve për qeverinë teknike nuk ja u dha njëri. Po se s'është arritur një herë, zot thotë se s'duhet ta tentosh ta arrish dhe herë të tjera. Pra, ne dim që i vetmi mjekim për gjendjen ku janë zgjedhjet në Shqipëri dhe këto burojnë të gjitha problematikat e qeverisjes, sepse ne kemi qeveri që synim ka vjedhjen e zgjedhjeve dhe jo mirë qeverisjen që të fitoj zgjedhjet, po do ti vjedhi zgjedhjet se sa të fitoj me mirë qeverisje, krijon korrupsionin, krijon bashkëpunim me bandat, krijon trafiku narkotike, gjithë gjërat me radhë që nuk dua t'i ripërsëris se i kam thënë shumë herë. I vetmi mjekim është që qeveria teknike të jetë një realitet siç është tek komshiu jon Maqedonia e Veriut, që ka 100 ditë një qeveri teknike të sankcionuar me kushtetut. Dhe atje me protesta, me destabilizim dhe patjetër me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve u arrit që dhe prapë me dakordsim parlament. Prapë shkuan deputetët votuan për ta futur kushtetut, nuk erdhi nga qielli. Pra, kur e përmend 100.000. Po frika është që demokratët poshtë e dinë që i pjesë e mirë 100.000. Po frika është që demokratët poshtë e dinë që i pjesë e mirë juaja marrin tendera nga qeveria. Jo ti. Kush janë ata që marrin që pak mos qëndrojnë më në krah. Jo timur. Po kush janë pra se duhet të dinë kush janë. Ja do dalin në vash avash. Dalin me qenë se unë do t'i nxjerr, do t'i sjell në tavolinë. Je gati ti pranosh emrat një nga një. Okej, do t'i sjell një nga një. Bam edhe mbaj. Edhe do i kesh. Patjetër, demokratët e dinë
Se në për qytete njerëzit e Partisë Demokratike po punojnë dhe po marrin punë publike, se fundi do punojnë. Se tani nemi si gazetarë, se hajde i bijem, ne do t'i bijem edhe i ran PS-s, pra i sa ishte. PS-ja duhet kishte i, duhet jemi të reqen vesë, se bën, hajde për balu. I bim 5 minuta. A sa kjo, atë, si e ka ish shoku Ramës, Vučić, se stakohen më kako, janë... E mbarove batutën? Jo, ai atje, atje në rrugë, këtu bën zgjedhje, po doja diku 300 vota, diku 900 vota. Nuk të bën për shtypje? Nuk të bën 20%. Po aty du të vlonte, more, e kupton? Du të vlonte. Ka zgjedhje, që do në opozitë që kërkojnë zgjedhje, që ka zgjedhje të dera dhe nuk del në fushat. Ose është e blerë, ose është demoralizuar në kull, ose është A nuk të bën për shtypje në momentin nuk është problemi opozita. Për të mundur një regjim, duhet opozitë e fort. Një opozitë që nuk del në betej, është problem se forcon regjimin. Është më shëndosh për ty që ta bësh debate dhe jo monolog. Tani më dëgjoj. Nuk të shqetëson ty fakti e zënë se ka kaq vite Rama në pushtet. 12 vite, ha? Po. Dhe opozita 12 vite në fillim ishte Basha, tani erdhi dhe ky Berisha, dhe këta janë bashkëqeverisje bashkë. Nuk të bën përshtypje se në një sistem demokratik, se ti je shumë i lexuar dhe shumë i informuar nga shtetet tjera, në një sistem demokratik kur dy forca politike bëhen bashkë, një në pushtet, një opozit fake, bëhen bashkë, lind një opozit reale. E kemi parë jo më larg se në Kosovë. Nisit lindër, po e vrarë vetë ata. Një sekundë. Opozita reale, frymën qytetare nuk e vret as diktatori më jegër në glob, jo në Shqipëri. I vret ëndrën, Nuk i vret dot, për këtë t'jesh i qartë. Besuan te Abroni dhe te Abiatiku, ata nuk ka dalë dikush tjetër. Po tani, në zgjedhjet nuk i vodhi Sali Berisha, bin dakord, se po ti vite do t'i kishte vjet që të vinte në pushtet. Po them që nisi ka vjet pushteti. Tani nisit krijohet një ëndër, Oromir, nisit krijohet një ëndër dhe ata nuk dolën dot mbi veten, ata të rinj dhe vdiq ëndra në bark. E ke përgjigjen për çdo gjë, ma preu çuditshme. Nuk ishte përgjigje, ma preu logjikën. Ne teza po hedhim ose s'kemi Ideja ime ishte që duhet të ketë shkëndia opozitare, nuk mundemi ne si gazetar, qoftë ne si gazetar, qoftë shoqëria civile, mbase po çfarë mendojnë që do fitojë opozita nga ndërgjegjësimin e njerëzve, nuk do të rriqet. Ka vetëm një duhet të riorganizohet dhe vetë opozita pak. Reagim qytetar, të bëjë që të rrisin ndërgjegjjen e qytetarëve. E kupton sot qytetarët nuk vajten në zgjedhje. Po e rrit leadershipi më. Po një sekond më Froger, më të shkojnë në zgjedhje ata aty. Pra e rrit leadershipi më burr. Po kush leadership, çfarë leadershipi? Doktori, Flamuri, Besi, po mirë, doktori Flamuri, po do ta shajmë pak të 5 minuta që ky hajdut, ky i vjetër, ky që ka ngrënë kaq zgjedhje, ky që ka marrë 1 milion tender, ta shajmë tani. Se ne kemi krahun doktori. E di se duhet shajmë. Ta them unë. Po çfarë, për çfarë ta shajmë? Po për çfarë ta shajmë? Ai duhet shar, jemi ndaj. Ai duhet shar leadership. Ja kush leadershipi. Ai duhet shar që nuk vazhdon të thot ato që tha para 2 muaj. Po e ka thënë edhe sot prapë ai se atë thotë që Berisha duhet të largohet. Po patjetër. Me që humbi zgjedhjen. Po patjetër më do largohemi, po kur ta largoj Besardin. I qëndron Besardin do ta largoj. Besardin nuk tha që Berisha do të iki. Si ca parë. Besardin nuk tha që do të iki. Ose muj, nuk kam thënë. Ai qëndron asaj deklarate. Unë qëndroj deklaratë që deri në maj ne duhet bëjmë gjithë shka për të rëzuar Edi Ramën, jo për të menduar rikonfirmim. Këtë e kam thënë ndaj vetes, ndaj gjithë. Edhe dhe Sali Berishës. Po prandaj duhet nisim protestat me Erla, se po dojmë në atë reatim që trajneri Intri, mos është protesta një mënyrë për t'ju shmangur debatin të brendshëm? Trajneri Intri, debatin ta lëmë në maj, sot duhet rëzuar Rama, apo jo? Fal, çfarë bën Silvinjo? Fut nga minuta e parë për shembull brojen. Shpërdoron 2-3 raste. Heq brojen, shkoj fut manajn më vlla ose dakun. Dhe kjo histori i del përballë skuadrës PS-s me një kapiten, me një skuadër. Të mund 7 herë rresht, 10 herë rresht, ndro skuadër o vlla. Ky është qendër sulmues. Ose ndro arbitrin, ose më ndoshta. Do të qendër sulmues që është Sali Berisha. Ndro arbitrin, është qendër sulmues që nuk bën gol më burr. Po ndrojmë arbitrin. Atëherë, nëse e ke për arbitrin dhe që Rama ta merr me arbitër, jam shumë dakord, mos hyr në fush.
Vëri flakën stadiumit. Ju as këtë se bëni, as atë tjetër se bëni. Shko, unë e di që juve ju pëlqen shumë ai skenari 2019-s. Jam shumë i bindur. Cili? I bojkotit? Jo, unë them revolucionit ndodhi një herë. Bojkotit. Se s'ndodhi kur revolucioni. Ajo është maj gjuhës të gjithë njerëzit që duan opozita tjetër. Revolucion vlla me çu deri në fund. Por aty. Po patjetër. Grevuri e ti, siç jeni gjithë aty. Mos lëvizni me stikanit deri sa propozuar grevën e urisë. Po sigurisht dalin nga mund tash në grevë. Se tani ti kur në momentin që kërkon një opozitë, pse protestoni? Pse futeni ti kërkon një opozitë nga një ran, i thu opozitës, pse futeni në fushë, pse protestoni thonë? Kjo opozitë fake, bashkëpunëse nga ana tjetër tani thu Oçoje deri në fund dhe më trego mua që nuk je fasade Ramës, ose mos di të më bësh pretekste PR-i aty. Besart, megjithatë, opozita ose Partia Demokratike u vonua shumë derisa mori një vendim, pra dukshëm kishte një lloj hutimi aty brenda. Pra u bën disa mbledhje, mblidhu me kryesinë, mblidhu me grupin parlamentar, erdhën edhe kryetarët e degëve derisa doli një datë proteste. Pra ishte e qartë që PD-ja nuk po dinte se çfarë të bënte, pra të bënte një bojkot, të bënte një grevurie, të bënte një protest. Pse ky hutim, pra keni frikë që nuk ju përgjigjen njerëzit, është opozita në një pikë kritike edhe pas humbjes së zgjedhjeve, ka dhe konflikte të brendshme mbase në grupin parlamentar, pra njerëz që kanë ide të tjera edhe konflikt brendshëm si nuk ka. Gjithë në një mendje aty. Ide të tjera mund të ketë, konflikt nuk ka. Konflikt është fjalë e madhe. Ndoshta konflikt është fjalë e madhe, dakord. Okej, po ide të tjera pra që ide të tjera se patjetër. erdhi një mesazh nga Gazmend Bardhi për të bojkotuar komisionet parlamentare. Ja, nuk ishte mesazh për bojkotuar komisionin parlamentar. Doli Berisha më pas dhe tha, atë ditë nuk do shkojmë në mëngjes se do marrim një vendim në orën 12. Duke që do testoj ideja e një bojkoti. Pastaj në grup parlamentar. Nuk e besoj se bojkoti duhet ekzistojë më në fjalorin e Partisë Demokratike që e ka përdorur. A është tjetër gjë? Parlament normal? Jo. Pra, aksionin parlament, që është protest, grev, blokim, çuarje e kauzës ndërkombëtarisht, se parlamenti të ndihmon ta çosh kauzën dhe ndërkombëtarisht. Nuk është vetëm për qytetarët shqiptar. Tjetër shembull dhe ndaj qytetarëve shqiptar, sakrifica që deputetët duhet bëjnë, duhet shkojnë në limitet e tyre. Vetë parë. Po, patjetër. Unë e kam propozuar deri në grevë dhe deri çdo gjë të mundshme, me shembull. Pra të filloj fryma nga lart. Grev, çfarë greve? Unë personalisht po jam për grevën në parlament derisa të gjitha drejtat e opozitës rikthehen në parlament, që janë komisionet hetimore. Po e duan grevën? E duan një pjesë dormuese e do. Kush është një tjetër si ty që e do? Gjingjoni, Bledion Allbati, gjithë kanë Samir Korreshi. Jemi të gatshëm, nuk ka si problem. Por ka diçka, është një strategji që i takon patjetër kapitenit ton, që u përmendë me terma futbollistik. Që është Sali Berisha kapiteni juaj. Po patjetër do e përdori ai strategjinë, nuk do dali një person aty po futem unë në grevë. Do ketë një strategji. Dhe këto janë lëvizje të një strategjie afatgjate. E keni diskutuar këtë argumentin e grevës? Po, patjetër. Grevës, bllokime, gjithçka. Po greva ka diçka që kur të ndodhi, do ndodhi e fundit për të arritur gjën. Se pastaj pra nuk është hapi parë, mund të jetë një hapi fundit, greva. Pastaj do jetë oflijim o arritje e kushteve. Kush flijohet? Pa tani kush flijohet, atë që do marri Zoti ju Erla, ç'të them unë tani, po nuk është ajo gjëja kush flijohet. Shumë tragjike e bë. Shpresoj asnjë. Po greva do të jetë gjëja e fundit që duhet ndodhi nëse gjërat nuk jepen. Dhe janë gjërat normale që kërkon një parlament, një opozit parlament. Ne kërkojmë komisione hetimore, ata nuk i japin. Ne thrasim interpelancë personat e akuzuara për korrupsion, që nga zonja Ballukut e zoti Rama, ata nuk vinë. Ne kërkojmë barazin në vendimarrjen e gjërave strategjike të Shqipërisë, ata nuk e bëjnë. Ne kërkojmë bavajtje normale të parlamentit për të debatuar dhe për të patur transparencë e publikut shqiptar, ata çdo herë tregojnë me arrogancë 83 kartona dal nga farsa. Prandaj ta bëra pyetjen në fillim, pra se keni problem me parlamentin apo e keni me skandalet e qeverisë? Se po të jetë për parlamentin, protestoni para parlamentit. Dhe parlamenti është skandali i qeverisë. E kuptoni ju që nuk kemi më republikë parlamentare, jemi për republikë kryeministrore. Nuk kemi as president dhe as parlament. Dhe duke bërë këto protesta, mendoni që do arrini ta ktheni parlamentin në shinat e parlamentarizmit? Mendoj që duke bërë këto protesta do lindin gjëra të tjera të cilat do arrin ta çojnë parlamentin edhe shoqërinë shqiptare drejt normalitetit. Po është një piknisje. Tani këtej kritikohemi pse nuk i nis, këtej kritikohemi pse i nis. Ne po i nisim për të arritur edhe gjërat e tjera dhe thashë, të gjitha gjërat janë tryezë. Që nga protestat më paqësore, deri te protestat destabilizuese, deri te greva e urisë në parlament. Sepse kjo është detyra një opozite përballë një regjimi. Nuk kemi as një pazar, as një bashkëverisje. Tani, po e them me një metaforë, për të ndezur një zerë që të djegë ministra e qeverinë, duhet që të ndizet nga poshtë dhe t'i fryhet nga lartë.
Domethënë, protestat janë zjarre nga poshtë dhe frymë nga lart që është ndërkombëtarizimi i çështjes së Partisë Demokratike apo i çështjes së zgjedhjeve dhe problemeve që ka Shqipëria. Kjo frymë nga lart duhet vijë dhe duhet punuar për të ardhur, sepse ndërkombëtarizimi është një gjë shumë serioze. Po. Kur në kushtet kur lideri i partisë nuk shkon dot në Washington, nuk shkon dot në Londër, nuk shkon dot në Bruksel, vinë delegacionet huaja në Tiranë dhe nuk takojnë kreun e opozitës dhe kryetarin e Partisë Demokratike, kjo është një problem shumë serioz. Unë e kuptoj që eksponentët e PD-s nuk flasin dhe ja mohojnë vetes këtë realitet, por kjo është një realitet. Ndërkombëtarizimi duhet të jetë i leadershipit dhe mos të rri i strukur nëpër zyra dhe të punoj për ndërkombëtarizimin e saj. Pra duhet marrë valixhet dhe të shkojë në Bruksel, në Washington, në Londër për të folur për çështjen e saj. Dhe kjo duhet bërë në mënyrë serioze dhe është imediate. Po. Sepse zjarri ndizet kur fryhet nga lart. Ke ndezur ndonjëherë zjarr? Po. E kam ndezur. Duhet të fryesh nga lart. Në plazh. Duhet të fryesh nga lart dhe ajo duhet vijë nga jashtë. Sepse ashtu motivohen, ashtu krijohet vrulli tek njerëzit kur shikojnë shpresë. Ju e mani mend ato protestat e Nanoik në 2004, kur kishte edhe nga faktori ndërkombëtar një shpresë apo një nxitje që gjërat do ndryshonin dhe njerëzit dolën 100.000 në shesh, në bulevard dhe marshuan dhe u duk që Partia Demokratike do vinte në pushtet. Sot duhet në rikrijuar të njëjtat kushte, zjarri nga poshtë, fryma nga lart. Por duhet ta bëjë leadershipi. Dhe zoti Berisha duhet kuptoj që duhet aksesuar podiumi i Washingtonit, podiumi i Londrës dhe podiumi i Brukselit. Kur them Brukselit, them kancelarit europiane. Sepse në PD duhet shkojnë dhe njerëz që flasin anglisht dhe njerëz që ju flasin atyre. Mirë, i kanë disa që flasin anglisht. Për t'i pasur partner. Ore, duhet shkojnë aty dhe të pyesin, zoti Besart, çfarë mendon ti për të ardhmen e BE-s? Çfarë mendon ti për këtë reformë? Janë disa aty se ata bëjnë takime, është Oret Bylykbashi, Jorita Tabaku, niveli lart, Belit Kolliçi, takime në nivel të lartë me kryetarin e partisë, diskutojnë gjëra shumë serioze. Me kryetarin e partisë. Sepse këta deputetët që shkojnë nëpër ambasada, thonë gjysmën e atyre që marrin gjysmën e atyre që duan vetë, për të pasur leverage, për të pasur kontraktim me kryetarin e partisë apo me faktorin ndërkombëtar. Pra bëhen urë lidhse për fakt për interesat e tyre dhe jo për interesat e demokratëve, interesat e partisë. Këta loret ne kemi parë prej 30 vitesh. Pra këtu duhet të ketë një ndërgjegjësim, çfarë oferte do japim qytetarëve Shqipërisë dhe me çfarë leadershipi, sepse ka ardhur koha që të mendohet edhe për perspektivën, mos mendohet vetëm sot për nesër, kismet, dhe të bëjmë gjasme sikur po ndryshojmë. Me këto protesta, ty të duket që PD po mendon për perspektivën apo janë momentale reagime? Unë mendoj që po ndez zjarri. Po ndez zjarri dhe po e fryti nga jashtë, ajo do ndizet se s'ka ku shkon. Okej. Mendojnë që qytetarët janë të gatshëm për protesta sërish për një sken të riparë? Dëgjoj, qeveria, kjo majorancë ka shpenzuar në nëntor më. E pe që derdhëm në zgjedhje aty e shkatëruar. Se nëntori është turpi më i madh që ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri. Turp, praktikisht do thosh atë që ka bërë Lulin 2019 në turp. Kishte në nëntor Kosovë, kishte në nëntor Shqipëri. Po ju praktikisht dashë fitonin ishin në mort, ata luftuan në Kosovë ishin fest. Ata luftuan vëlla. Po këtu ka një problem tjetër. Nëntor. Se i ka bërë dëm duket asaj Bashkimit Evropian vaksinat që kanë bërë. Po se këtu opozita thotë s'ka demokraci, ka regjim, ka mëse, ka tash, ndërkohë që 17 nëntor këta son protest, 17 nëntor ata jo një minutë, se e kisha pyetje për Besarti këtë, një minutë. Në 17 nëntor, e tha edhe Rama sot, Shqipëria hap grup kapitullin e fundit të negociatave me Bashkimin Evropian. Tani kjo data 17, po të hënën. Prit, është koincidencë apo është e zgjedhur si datë? Se në politikë dhe në Shqipëri jemi mësuar që nuk ka shumë koincidencë. Ta them unë, je ka bler, Rama ata i kanë dorë. Ata të bëjes, pa gjithë. E ju thotë, Gjoni, bëjeni tënën që do protestoj opozita? Bëjeni tënën, që ti nxjerrim këta PD-s sikur janë kundër Bashkimit Evropian. Rama komandon BE në Washingtonin, se këto i dimë ne tani, e kupton? Dhe, ore, kjo është fuqia, ore. Raport forcash është kjo, nuk është... Të pëlqeu? Më pëlqen gjithmonë. Unë nuk e kuptoj se si agro shehet nuk i pëlqen. Shiko, për sa i përket, sepse duhet ta bëj replikë këtë herë me zotin Lita.
nuk ka nevojë për fryrje nga sipër apo për zjarr nga poshtë. Në Shqipëri ne kemi parë që ka pas protesta të suksesshme me masivitet, por shumë kohë më parë apo të them shumë kohë më parë, po është afër për sa i përket viteve, kemi parë edhe protesta të një njeriu të vetëm që ka qenë suksesshme. Kemi parë protestën e Pjetër Arbnorit, që ishte një njeri vetëm, po patjetër greva e Euris, u fut për ligjin për mediat audiovizive për lirinë e fjalës dhe arriti atë grev urie, atë protestë të tij ta kishte suksesshme dhe patjetër. Tani opozita, e gjithë opozita duhet të dëshmojë që janë secili nga ata deputet janë një Pjetër Arbnor. Edhe me veprimet e tyre ata nuk ka nevojë, duhet japin fillimisht ata shembullin për të frymëzuar qytetarët. Është opozita sot e njëjtë me atë opozitën e Pjetër Arbnorit apo janë kushte tjera si thot Flogerti që përfitojnë benefite nga qeveria, nga pushteti? Nuk është as Shqipëria shoqëria. Unë pra nuk bi dakord me Flogertin, domethënë duke i hedhur këto shashka në opinionin publik si gazetar. Po më duke shashka, shiko, që do ketë që ka eksponent të opozitës, të cilët mund të jenë biznesmen dhe mund të marrin tenderat e X drejtoria apo X ministri, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Duhet vuajnë me popullin opozitar ata? Mua më do të më shqetësonte, për shembull, mua më shqetëson, në qoftë se vazhdon. Kështu korrupton Rama, ti jep tenderat, thot mos e jep me autobusin për ta nisur për Tiranë dhe përfundon protesta. Mua do më shqetësonte. Patjetër. Ta përfundoj Romiri se me ty e kishte. Lita se jemi në fund jemi. Pra, sa i përket Litës, e thash shembullin se si duhet veprojë opozita. Duhet veprojnë të gjithë 50 deputetët si Pjetër Arbnori. Kurse sa i përket ajo çfarë do të më shqetësonte, do të më shqetësonte nëse këta do të ishin 50 deputetë, nuk di sa janë, 50 Arbia Galliu. Nëse këta do ishin 50 Arbia Galliu, ajo do më shqetësonte. Ja 10 janë, time. Okej, po në qoftë se aty ka 10 deputet biznesmen, nuk ka asnjë keqe, po në dijenin time ka lloj koncesionesh që bën, Romir. Ja, mirë tani. Po na i thuj Flogert, sepse unë t'i them emër mbi emër, kam gjithë ditën këtu tani. Po themi gjitha për natë. Po jo pra sepse po media këtë ka, nuk duhet t'i thuash gjitha për natë se mbaron telenovela. Fola pjesën e parë. Kjo telenovela që vazhdon. Po Flogert, mos bëjmë zhurmë kohë tani. Fola pjesën e parë, thash, ishte ky X ministër, ky robi bëri fushat për këtë X ministër, ishte ky zvënds drejtor, ishte ky drejtor. Ti thash me emra zotëri. Ti jemi gazetar. Thuaj këtu dhe unë heq mikrofonin tani dhe nuk dal më në televizion. Më thuaj emrin. Pas nesër, po mos i të po thuj pra se si bën djeg gjitha se o Flogert i bën derë dhe shoqërisë, prandaj po them jemi gazetarë, i bëjmë derë shoqërisë, i bëjmë dëm duke shar opozitën. I shajmë të Partisë Demokratike. Po nuk mund të shajmë Adriatik Lapaj, nuk mund të shajmë Arlind Çorrin, nuk mund të shajmë Agron Sheajin. Po pra prandaj po them, po kur themi opozitë, që themi kjo opozita s'bën, shikoj kjo opozita fasad, jo më plak, jo ne duhet jemi ata që duhet kritikojmë opozitën dhe të karikojmë. Opozitë duhet të jesh ti, unë gjithë shoqëria. Ç'do të bëj? Po bën opozita keq, opozita keq. Nuk ka ndonjë vlerë gazetareske edhe shoqërore ti bësh fres qeverisë. Pra që themi, shiko, Rama ka kapë opozitën. Është dëmi më i madh. Ku është freska që i bëj qeverisë? Ku them që Edi Rama është në kuptimin po pra është dëmshme më është dëmshme. Kritikojmë edhe këta dhe ata. Perikliu më ja thinë. Po nëse do të shajmë, hajde shajmë. Po them që Rama duhet mundur me të kundërtën e tij. Jo me të ngjashmën e tij. Jo, disi mundet Rama. Rama mundet fikse ashtu siç e bën Rama. Po problemi është opozita, nëse pastaj nuk do të në anarki, pastaj kalojmë në luftë civile. Nëse Rama sot kemi policit të inkriminuar, kemi ministra të inkriminuar, deputet që vinë nga krimi, do të njëjtën përgjigje që opozita të bëj grupet e veta kriminale dhe të përplasen, kalojnë luftë civile. Nuk duhet ta mbështesim këtë. Rama me këtë me atë. Duhet gjetur mjete politike, demokratike për të reaguar. Mjete demokratike, po, me protesta, me protesta 3 muaj para zgjedhjeve. Besar Xhafer ajo vëlla. Aty është Besari, mos e di sa ka Simone Besari, ka 30 Besari. Nuk kam kompleks. Ja çuna dërim, Romir. Ti thu flamori, ti thu. Mos e kam këtu. Në perceptimin publik, ja po ta marr ndryshon ty, nga opozita për shembull. Një ministër që ka, ku diun, është perceptohet, ku diun, një ministër që ka 13 vjet në qeveri ose një ish ministër i PD-s perceptohet si korruptu. Ky
O e perceptosit korruptuar. Kush nga ata më burë, sepse mund t'jenë, do të them mund vjetë. Ti si thua të them mund vjetë, po ma thuaj kush. A u mundën 2013 se u perceptuan si të korruptuar? Kush, ishte gabimi më i madh. Fshesa që bëri Lulzim Basha në PD ishte gabimi dëmi më i madh që u bë Partisë Demokratike. Kush i korruptuar? Ti flet për korrupcion në atë periudhë. Bekimin e Sali Berishës kush? Mirë. Lita. Ti do mos kalon filën prapë mor burr tani. Lita, se jam në fund. Si kundër replik, sepse ajo e grevës Pjetra Mnorit ishte sui generis. Ishte 71 vjeç, bëri 3 javë grevurie për një gjë shumë serioze, të drejtën e fjalës, sepse RTS-ja nuk jepte fjalimet e opozitës në kuvent në gusht të 97-s. Dhe ai bëri grevë serioze, jo si greva e Partisë Socialiste që hanë pica dhe ata të tjerë që ne e di. Ka qenë një grevë shumë serioze dhe ai u foli frymës nga jashtë, sepse ndërkombëtarët ndërhyjnë te Partia Socialiste për kronikë, për të thënë të vërtetën, sepse po protestonte për fjalën e lirë, për një gjë që europianët, amerikanët e kuptonin fort mirë, sepse kishin 7 vite që kishin lënë komunizmin, dhe ky njeri që vinte nga 28 vite në burg në komunizëm, kishte një sens për lirinë e fjalës. Pra ti mendon Lavdërin që nuk i shqetëson europianët korrupsionin? Gjëja e fundit që PD-ja duhet bëj mekanizma politik, kombëtarizim, ndërkombëtarizim. Greva e Urisë, le ta bëjë Dritan Sheu, Josefina Topalli dhe dikush tjetër aty që ka nga 92-shi apo. Po mund ta bëjë Çandrimo, se s'ka se problem, le ta bëjnë ata, ata din ta bëjnë. Por partia nuk ka pse futet në grevurie, deputetët duhet të jenë më të zgjuar, më të matur. Çfarë duhet bëjnë? Kombëtarizim, ndërkombëtarizim, nuk ka rrugë tjetër. Okej. Zjarri duhet niset nga poshtë dhe duhet i frymë nga lart. Nëse ata bëjnë të njëjtat gjëra, le të bëjnë edhe grevën e Urisë, Partia Socialiste do t'i lejë aty. Siç i lanë në çadër dhe u desh një frym nga lart, amerikanët ton countrymen. Që tuleshin pastaj dhe të bënin marrëveshje, po erdhën 2 herë, se të parë nuk e pranuan, erdhën 2 herë. Marrëveshje etj. Po erdhën nga jashtë, erdhën imponimi. Sepse nga brenda, siç thot Flogerti, ka marrëveshje të tjera, ka biseda të tjera dhe bien dakord për çajin, demonizohen, akuzohen etj. Tek janë filmat parë që kemi parë në këto. Ne duam që të na vijë një fjalë e mirë nga jashtë për opozitën. Po opozita duhet ta meritojë këtë fjalë. Para natën e mirës. Në qoftë se në 97-ën për Pjetër Arbënorin, ndërkombëtarët u shqetësuan për fjalën e lirë dhe nuk shqetësohen sot që sipas informacioneve delegacioni që kalonte, që është këmbyer me makinën e vrasësve, i përket Bashkimit Evropian, që ka qenë o ambasadori i Bashkimit Evropian, o një zyrtar tjetër i lartë i Bashkimit Evropian, nuk shqetësohet nga plumat që i kaluan para fytyrës. Mua më duket se nuk kam çfarë them më. Pra u shqetësuan dikur për fjalën e lirë, sot nuk shqetësohen për plumat që i kalon para fytyrës, sot në syri televizion është shfaqur materiali që parat e Bashkimit Evropian janë përdorur për të korruptuar kompani e cila ka bërë supervizimin në tunelin e Llogaras. Është sjell kompania nga Bashkimi Evropian për konsulencë dhe më pas ka përfunduar pjesë e tenderit për supervizim. Korrupsioni, këto tham, krijimi, vjedhja e zgjedhjeve që është themeli i demokracisë, po të kisha Majani këtu do thoshte shqiptarët vdesin të bëjnë korrupsion për vete. Atëherë ose Çani do thoshte vdesin të burrojnë. Atëherë flasim, shiko, zoti Manjani intereson se sa më shumë të dënuar apo personazhe para gjykatës i intereson për çështje profesionale, si duket. Mirë, Besart, e keni skenarin tënd apo akoma? Është ai skenari që tha Flogerti tënd para kryeministrisë, protest në orën 6 mbasdite. Unë nesër informojmë për skenarin gjithë detajt, kështu që mund të them nesër. Do na thuash nëse do jetë si ai që shpalli Flogerti. I zgjuar është. Mirë. Po nesër me vërtet. Dakord më, s'ta zgju? Kam dalë nesër kam detajet. takim për detajet që di unë. Pastaj Se ti do jesh do organizosh, çfarë do organizosh? Ke ndonjë detyrë specifike? Jam te grupi i organizimit të çfarë do lloj proteste, është kryetari i forumit. Mirë. Çojmë si do shkojë të hënën protesta dhe sa do zgjasi. Me zgjatin e ke hallin. Po jo, sa do zgjasi kushtë, çfarë do përfitoni nga kjo protesta, se po dolët një herë atje, bëni një xhiro tondo siç bënte Luli edhe shkonin në shtëpi, pastaj se di unë. Më mirë në shtëpi. Po, më mirë në shtëpi ashtu. Besart, shumë faleminderit që ishte sot me mua. Romier, falenderoj shumë. Flogert, falenderit. Lita, falenderoj dhe ty. Bashkë takohemi nesër në Të Njëjtën Politike. Deri atëherë, natën e mirë.